Javët e fundit, gjithë vendi është mbërthyer nga debatet në distancë mes opozitës që proteston nga e ashtu quajtura çadra e lirisë dhe qeverisë, nga godina përballë. Vëmendja e të gjithëve është përqendruar tek deklaratat dhe kundër deklaratat e politikanëve, koalicionet, prapaskenat, goditjet pas shpine, akuzat e ndërsjellta se cili është fajtori për vonesën e reformës në drejtësi. Duket se asgjë tjetër nuk ka rëndësi. As gjendja e biznesit që në alarm kërkon stabilitet, as qytetarët që ankohen për papunësinë, as sektori call center që rrezikohet nga nismat e qeverisë italiane, as fasonët që kundërshtojnë rritjen e pagës minimale. Rëndësi ka vetëm politika me lojën e saj, që në finale nuk do të ketë fitues, por vetëm humbës. Humbet ajo vetë se po zhvlerësohet në sytë e publikut. Humbasin njerëzit që po zhgënjehen çdo ditë. Humbet biznesi që nuk planifikon dot asgjë. Një vit kyç që duket se do të na kushtoj shtrenjtë të gjithëve. Mirëmbrëma miq, mirë se erdhët në Ekopolitik. Situata politike në vend është tensionuar me akuza dhe kundrakuza dhe padyshime. Gjitha kjo do të ketë ndikim te ekonomia, janë bizneset që kërkojnë stabilitet politik dhe deklarojnë se kjo situatë politike në vend ka ndikuar dhe po ndikon në vendimet e tyre dhe padyshim do të presin çfarë do ndodh pas qershorit, atëherë ku 18 është dekretuar edhe si datë për zhvillimin e zgjedhjeve. Do të shohim nëse zhvillimet do ndikojnë edhe në mënyrën se si qytetarët konsumojnë apo se si agjendat e tjera ekonomike do të reagojnë tregje dhe a do të ketë kjo një ndikim te ekonomia në tërësi në këtë vit 2017 që përveç se një situatë të vështirë politike do të jetë edhe një vit zgjedhor. Dhe për të folur mbi ndikimin te biznesi, qytetarët dhe ekonomia e situatës politike në vend kam në studio Irena Beqiraj, këshilltare e kryeministrit për ekonominë. Mirë se erdha. Mirë se u gjeta. Shrefedin Sheu, pjesë e panelit sot me ne, përfaqësuesi i opozitës, drejtuesi i Departamentit të Financave Publike në Partinë Demokratike. Mirë se erdhë zoti Sheu. Mirë se u gjeta. Adrian Civici, pjesë e diskutimit sot me ne, ekspert i njohur i ekonomisë, presidenti i Universitetit Evropian të Tiranës. Mirë se erdhë zoti Civici. Marinela Jazoj, pjesë e panelit sot me ne, është drejtore ekzekutive e shoqatës investorëve të huaj. Mirë se erdhë zonja Jazoj. Zonja Beqiraj, ka krizë politike në vend? Tani, ajo që unë mund të them është që në vend kemi një ngërç politik që më shumë se sa i gjithë vendit, unë e shikoj si një ngërç politik Partisë Demokratike. Unë besoj nga të 4 panelistët për shkak pozicionit të zyrës, jam një nga dëgjueset e rregullta të gjitha fjalimeve që mbahen në çadër. Besoj dhe zoti Sheu është me turnë, kurse unë jam ndjek gjitha fjalimet, non stop. Po, sepse jam e detyruar. Kështu që do doja që ta filloja këtë debat me një shembull fare të thjeshtë që i takon mesditës së djeshme. Një nga të rinjt i jep fjalën zotit Basha dhe thotë që tani do të jap fjalën kryeministrit të ri, kryeministrit ton, kryeministrit shqiptarëve. Deri këtu, okay, deliri një të riu që do ta shpall zotin Basha kryeministër. Historia nuk mbaron këtu, zoti Basha në fjalimin e vet thotë që përderisa ky propozim vjen nga rinia, ky nuk është më propozim, po ky është vendim. Zoti Basha i pëlqen të vetë shpallet kryeministër, dëshiron të bëhet kryeministër, nuk ofron asnjë alternativë, as politike, as ekonomike për të bërë kryeministër dhe ka sajuar një bojkot, një çadër për arritjen e qëllimit. Ku i mbështes këto? Këto i mbështes në 3 elementë jashtëzakonisht shumë kryesor. Zoti Basha nuk arriti të bëhet kur në këto 4 vjet, sepse e ka marrë partinë në 2013 lideri i opozitës. Që të bëhesh lider... Me analizën e Bashës. Tani lutem. Të hym pasi se pastaj ti bëj dalim jashtë linjës. Pastaj nuk është profili juaj për të bërë profilin e Bashës. Të bëhesh lider i opozitës në konceptin tim, si qytetare, do të thotë që të bjesh një risi. Atëherë bëhesh lider. Ndryshe je ndjek. Zoti Basha ka qenë ndjekësi më i devotshëm i qeverisë së vjetër, i leadershipit të vjetër, nuk arriti të distancohej, nuk arriti të bjerë një fizionomi të re, biles nuk denjoi në këto 4 vjet të paktën të pastronte fjalorin publik të tij nga sloganet Zoti ta bekoj Shqipërinë dhe Zoti t'i bekoj shqiptarët. Ajo që është shumë e rëndësishme është që shqiptarët nuk kanë nevojë për bekim. Do të thënë, shqiptarët nuk kanë nevojë për bekim nga partitë politike, kanë nevojë për alternativë. Çfarë alternativë ofron zoti Basha si drejtues? E provuam 4 vjet në bashki, megjithse mezi fitoi zgjedhjet pas një raundi të dytë numërimesh me një kandidat që kishte 12 vjet që drejtonte bashkinë, i humbi që në 4 vjeçarin e parë me një
humbje spektakolare të thellë, sepse ishte një model i dështuar në Bashkinë e Tiranës. Çfarë ofron zoti Basha për sa i përket mirë qeverisjes, flet për do të pastrojmë korupcionin, do të ulim korupcionin, do të qeverisim në mënyrë të ndershme, është ish ministri i transportit të qeverisë Berisha, i cili është akuzuar për mega aferën më të madhe korruptive të rrugës Kombit. Pra nuk mund të ofroj dot luftë kundër korrupsionit, sepse dhe atje ku akuzua nuk arriti do të shpallja si pafajshëm, po e mbylli procesin duke kaluar afatet e procedurave. Zoti Basha, vetëm alternativë që ofron zoti Basha nga çadra, më besoni, është do të heqim zvarr. Nuk besoj se shqiptarët ka nevojë dhe u intereson ose rregullohet gjendja ekonomike e shqiptarëve duke hequr zvarr kryeministra, drejtora, televizionash apo drejtora të tjerë. Pra ajo që ne kemi sot ngërç, që ju e quani ngërç politik, nuk është ngërç politik, por është thjesht ngërç i Partisë Demokratike. Le ta zgjidhin dhe le të konkurojnë në zgjedhje me një alternativë më të mirë nga kjo që u shofruar shqiptarëve deri tani. Si jemi në këtë situatë, zoti Shau? Unë them që në këtë situatë jemi vetëm për fajt të një personi dhe ky është kryeministri i Shqipërisë, zoti Edi Rama. Sepse si asnjëherë Shqipëria qeveriset nga krimi. Zoti Rama e telekomandojnë kriminalet. Dhe të mos flasim as me konsiderata personale, ishte i zoti, ishte i pa zoti, unë si them fare, unë vetëm kam këtë referencë nga raporti i Departamentit të krimit, jo, kjo është i Bashkimit Evropian, ku ka thënë burimi kryesor i furnizimit të kanabisit në Europë është Shqipëria. Ja, main source është Shqipëria. Ja, ku është. Kjo pastaj i zbërthen të gjitha. Fakti që vendi e bazon ekzistencën e vetë në drogë, pastaj rregullat i vendosin ata që bëjnë trafikun. Dhe ajo që është më e keqja, është që përveç se kjo është droga bimor, është kanabisi bimor, kemi edhe kanabisin e përpunuar. Tashmë është vendosur trafiku. Dikur ka qenë nga Afrika e Veriut, tani ka ardhur nga Shqipëria. Është i njëjti burim. Këto janë dy burime zyrtare. Tjetër, për herë të parë, ne kemi një parlament i cili përbëhet nga deputet të kriminalizuar. Dhe këto janë deputet të cilët kryeministri i thirrri dhe i ftoi për të bërë deputet. Kështu që nuk mund të presësh që të ketë një qeverisje normale të vendit kur ata që votojnë, ata që vendosin për fatet e vendit, ata janë persona të cilët kanë probleme, jo thjesht personale, por ata mbajnë peng gjithë zhvillimin e ekonomisë së vendit. Pastaj, modeli që na qeveris sot është i tillë që përveç kësaj pjesës i kriminalizuar, një pjesë e madhe e deputetëve të Partisë Socialiste janë deputetë të cilët nuk kanë pa derën e shkollës. Janë biznesmen, kanë paguar për të hyrë në lista, kanë paguar për të blerë mandatin. Kështu që vendi nuk është vetëm një krizë politike, por është... është kjo, le të themi, një sëmundje të gjitha partive politike? Nuk është sëmundje e të gjitha partive, sepse paktën Partia Demokratike jo vetëm që i ka të gjithë, po i ka edhe personalitete. Jo vetëm me diploma, ajo është minimumi, po të flasim. Por trafikant nuk ka në grupin parlamentar të partisë. Nuk ka pas asnjëherë. As në Partinë Socialiste nuk ka pas, që është e vërteta. Është i pari mandat që kemi një denatyrim të qeverisës, të pushtetit, të bazuar në një individ, i cili është i rrethuar dhe vepron në... Pastaj, nëse doni fakte të tjera. Jo, unë dua të di thjesht në këndvështrimin tuaj. Fakti që keni zbritur në bulevardë që janë të dy në Shqipëri nuk votohet. Kjo është e provuar. Dhe demokracia është në pikpyetje. Pra ne jemi një sistem, model i diktaturave të kamufluara, si ndodhi në Rusi, edhe në disa vende të ashtu quajtura demokraci, ne po shkojmë drejt atij modeli, sepse ligjin nuk e bëjnë qytetarët, votën nuk e japin qytetarët, votën e jep paraja dhe... Po vetë shpallet Basha? Si shta, po vetë shpallet Basha?
Absolutisht jo. Ajo është një perceptim i gabuar, sepse Zoti Basha dhe Partia Demokratike në rastin konkret po i dalin zot vendit dhe po kërkojnë të bëhen zgjedhje, nuk po kërkojnë të marrin pushtetin. Pra, mjafton që të bëhen zgjedhje, por zgjedhje me këtë model nuk bëhen. Sepse për masat janë të latashme. Vetëm një ndërhyrje të shkurtër. Zot vendi të shpall populli në 14, në 18 qershor. Po të voton të populli, po të bëheshin vota, keni plotësisht të drejtë. Problemi është që kemi arë në një moment ku nuk votohet. Nuk votohet. Zoti Shehu, po ju bie një rast fare të thjesht. Në gushtin kur shpallën zgjedhjet në Dibër, që ishin 11 shtator, unë kam dëgjuar zotin Basha që thoshte ky ishte referendumi popullor. Dakor, deri në atë ditë që shpallën... Po, se ne menduam që do bëshin zgjedhje. Ta mbaroj deri në fund. Pra, aty këta e kuptuan... Pra, t'i rrinë kësa pytje, a mund të bëhen zgjedhje në këtë situatë? Po, do t'i rrim asaj pyetje, si kur u bën zgjedhje... Mund të bën zgjedhje me 5 miliardë vlerësimi. Ku shkojnë të parat e drogës? Zoti Shehu, ju keni një eksperiencë më shumë se sa unë në politikë. Do bën zgjedhje, si kur u bën zgjedhje, kur shoqëria Shqiponja e PD-s bëri gjithë trafikun e karburantit. Jo, nuk kam shkuar larg. Nuk kam shkuar larg. Jo, nuk kam shkuar larg. Dhe u bën zgjedhje. Dhe janë bërë zgjedhje. Dhe gjithmonë kanë bërë zgjedhje. Pra, në shkurt, edhe ato janë të vërtetuara nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Në shkurt të vitit, në gusht... Shikon përpara më mirë. Në gusht kur shpallën të 2016-ës, nëse nuk gaboj, gusht ka qenë, kur shpallën zgjedhjet në Dibër, e shpallën referendum popullor. Biles, po them, se kam shumë respekt për zotin Shehu, vun një kandidatur shumë të fort, vun një nga emrat më të mirë të Komisionit Ekonomis nga ana e tyre, vun një kandidatur të njohur në arenën kombëtare. Ndërkohë që Partia Socialiste voton me një kandidatur më lokale, jo aq të njohur, dhe fiton thellë. Unë nuk besoj se zoti Shehu mendon që Dibranët janë shitur. S'ka fituar PS-ja në herë thellë. Jep argumentat se fitoi thellë atëherë. Absolutisht. PS-ja për ato që s'bërin Dibër. Ka arritur të bjerë një alternativë. Dhe shqiptarët kanë parë më shumë shpresë tek alternativa e PS-s se sa kanë parë tek leadershipi i ri i Partisë Demokratike. Unë kështu e shikoj. Zoti Vici, një situatë që s'është e këndshme, le të themi, edhe për jetën shoqërore apo ekonomike në vend. Përgjithsisht ka 25 vjet që ne kemi provu vazhdimisht situata të tilla të pakëndshme të konfliktualitetit politik. Po unë doja të shikoja pak në një kënd më ndryshe. Ne përmendim shpesh edhe termin diktaturë, edhe termin demokraci, dhe duam të lëmë njërën dhe të përmirësojmë tjetrën. Në fakt, në këto klasifikimet e sisteme politike, Shqipëria shpesh përmendet si vend me partitokraci. Dhe më lejo ta shpjegoj. Partitokraci do thotë që demokracia, vendimet që merren kushtet e demokracisë, merren kushtet e partitokracisë. Edhe nga ndryshimet kushtetuese që ne vëmë në vitin 2008, partit kanë rolin kryesor në gjithë qeverisjen e vendit. Në Shqipëri flitet pak për institucione, flitet pak për ligje, gjithçka fillon dhe mbaron si janë organizuar partitë politike, çfarë probleme ka politika shqiptare, si po i zgjidh politika shqiptare. Ndryshe për shembull siç është në Amerikë, që çfarëdo që ti mund të kandidosh, sërish funksionon sistemi. Në Amerikë pak flitet për reforma, flitet shumë për parime dhe flitet shumë për institucione. Dhe shpesh janë institucionet ato që formatojnë liderat e tyre dhe jo e kundërta që çdo drejtues politik ose lider politik formaton institucionet si mas vete. Dhe jemi futur në një rreth vicioz, sa duket sikur problemet kryesore të zhvillimit të vendit janë baraz me problemet e rregullimit politikës në mënyrën e funksionimit të saj. Dhe gjithë konflikti që ne kemi, edhe konflikti për drogën që po thotë Serafedini, dhe shumë gjëra të tjera, korrupsionin dhe me radhë, vjen dhe kulmon ke konflikti politik, sepse nga konflikti politik priten që të zgjidhen gjithë problemet. Sa po ka filluar fushata elektorale në një farë mënyre, dhe po të shikosh në diskurin e shumë partive, po thjesht flitet fare për reforma dhe përmirësime institucionale. Ka ngelur gjithë diskutimi si bëjnë më mirë zgjedhjet, kush janë përfaqësuesit më të mirë, jam shumë dakord, të gjitha duan. Por ngelet çështja në nivel personal, në nivel individi dhe nuk ngrihet deri në nivelin e problematikës institucioneve dhe një vend qëndrueshëm. Pra do kemi një deja vu me ato që kanë ndodhur vitet e kaluara. Po përmend dy fakte që
më kam bërë përshtypje. Kur filloi kriza e 2008-ës, 2009-ës, deri në 2013 u bën disa studime për gjithë parlamentet e vendeve të Europës ku futet dhe Shqipëria. Dhe rezultonte që në vendet e zhvilluara, debati për ekonominë, për financat, për monedhat, për ato zinte 85% të diskutimeve në parlament dhe diskutimeve publike dhe të gjithë aktivitetit politikës. Në Shqipëri sa zë? Në Shqipëri mbi 90% debati ishte ligj zgjedhor, edhe shumë gjëra tjera që s'kan lidhje fare. Dhe rasti i dytë me që kemi dhe biznesin, para 3-4 javësh në Shqipëri u themelua Unioni i Prodhuesve të Shqipërisë, Maqedonisë dhe Kosovës, që është eveniment në fakt për organizimin e biznesit në 3 vendeve. Nuk e dha asnjë televizion, ose vetëm një duket e dha. Gazetat pothuajse fare, portalet pothuajse fare, dhe të gjitha ishin të mbushura, çfarë u than çadër, çfarë u kundërpërgjigj nga krau tjetër, çfarë do të bëj kjo. Pra, me këtë dua të them, kur ne flasim që të respektojmë titullin e emisionit për konfliktualitet politik, kam përshtypjen që politika përmbledh dhe kulmon gjithë problemet e tjera duke i transformuar në debat dhe në probleme politike, sepse në fakt të gjithë frenat e Shqipërisë dhe qeverisjes fillojnë nga njëshi dhe nga partit. Prandaj, për të kaluar nga partitokracia në demokraci, duhen 2 gjëra. Duhen radhë parë institucionet dhe radhë dytë përfaqësimi real në këto struktura i atyre sipas votimeve që duhen. Dhe unë mendoj që më shumë se sa ta mbajmë debatin kemi apo s'kemi konfliktualitet politik, të themi çfarë po bën dhe s'po bën politika në rolin që ka për të zgjidhur problemet e zhvillimit ekonomik dhe financiar apo reduktimit të varfërisë që sot i kemi shumë të mprejta. Jazoj, po e vuan biznesi këtë situatë? Të paktën në një takim referuar që zhvillohen disa nga shoqatat e biznesit me kreun e opozitës, zotin Lulzim Basha, pjesa e stabilitetit politik u ngrit si një kërkesë e cila duhet të ekzistojë në Shqipëri tashmë pas 27 vitesh. Si po e përjeton, le të themi? Është normale që stabiliteti politik i një vendi ka ndikim kryesor në ekonominë apo në ecurinë e zhvillimit ekonomik të këtij vendi. Natyrisht janë normale të ndodhin protesta, grupime për një kaos të saktuar apo për të ndryshuar një pushtet apo për ta pasuar etj. Dhe kjo nuk përbën ndonjë problem për sa i përket momentit, do të thoja, të bizneseve. Por në momentin kur këto pastaj përshkallëzohen, në momentin kur këto pastaj kalojnë në mospjesëmarrje të palëve politike apo në mospjesëmarrje të përfaqësuesve politik në parlament, patjetër që kjo ndikon, sepse nëse duhet një ligj për të votuar apo për të diskutuar, nuk ka quorumin e duhur. Dhe kjo, të thoja, paraqet atë ngërçin të cilin ju e folët. Në të njëjtën kohë, do thoja, referuar dhe asaj që tha zoti Civici, edhe ky fokusi i madh, do thoja, që jepet partive impaktit të tyre, po them është më tepër se duhet. Do të zhvishemi deri diku nga kjo pjesa e partialitetit që thamë për institucionet apo për funksionarët e lartë, ndërkohë që për ne një funksionar i lartë duhet jetë aty te institucionet edhe ditën e fundit para votimeve të përfaqësoj apo të bëjë atë detyrë të cilin ka dhe jo të shikohet si një faktor apo si një lobues apo kujtun pjesë e partive të cilat ata përfaqësojnë. Ne këtë do donim një ndarje deri diku. Domethënë, ne duke thënë që drejtues të administratës janë shumë të vështirë politikisht, le të themi, në këtë situatë saktuar dhe kjo reflektohet në mungesë shërbimesh për qytetarët dhe bizneset, kjo është mungesë në vonesë, sepse kjo është që po ndodh. Kjo është që ka ndodhur gjithmonë, nuk është rrapar. Po ndodh aktualisht, po bën përjashtim kjo situatë apo jo? Besoj se po, patjetër. Mënyra si e kemi organizuar neve në shumicën e gjërave, çdo lloj pushteti buron nga partia. Çdo lloj emrimi, çdo lloj institucioni, zanafillën e ka nga partia. Prandaj na quajnë shpesh partitokraci. Çështja është zbërthejmë dot këtë sistem drejt demokracisë dhe stabilitetit të institucioneve, që mos jemi kaq të varur nga politika dhe nga ky lloj konfliktualiteti? Zërsho, pritet të përshkallëzohet si situatë, duke qenë se ju tashmë keni deklaruar që nuk do futeni në zgjedhje në rast se nuk do të ketë qeveri teknike, 18 qershori është data e dekretuar të paktën nga presidenti i vendit, si e parashikoni? Unë nuk mund të them përshkallëzim në atë kuptimin që ne nuk kemi mend të bëjmë një revolucion me dhunë apo me sulme institucionale apo veprime jo demokratike, por natyrisht që procesi tashmë në kuptimin e afateve kohore është i cënuar, sepse
afatet e procesit zgjedhor tashmë kanë filluar dhe disa prej tyre nuk janë përmbushur, siç është për shembull regjistrimi i partive politike të opozitës, që nuk janë. Dhe 18 qershori pra është në pikpyetje. Megjithatë, po të ketë vullnet, unë mendoj që problemi zgjidhet. Vullnetën kuptoni? Vullnetën kuptoj që zoti Rama të ulet me zotin Basha dhe me të gjithë ato faktorët e tjerë politik, të paktën këto parlamentar, po ndoshta edhe jo parlamentar, sepse jemi në një moment që në format të ndryshme po e pranojnë të gjithë dhe zoti Civici e tha pak më shkoqur, pra këtu tani vendi është në një moment ku ne duhet të adresojmë një pyetje. A vazhdohet kështu? A ndjeni ju përgjegjës për këtë situatë? Natyrisht që po. Ndjehemi edhe përgjegjës, por kemi ofruar edhe zgjidhje. Pra është momenti për të ulur. E para njëherë, në këtë vend njëherë e mirë duhet vendosim që të bëjmë zgjedhje. Kemi bërë ca më të mira, ca të mira, ca të panjohura, pra kështu është historia jonë, por tashmë jemi në një situatë kur nuk bëhen zgjedhje. E dyta, këtu do në bërë disa marrëveshje, të themi në një pakt. A do të krijojmë administratë? Nuk krijohet administrata kështu. Shqipëria është një vend i vogël me shumë pak kapacitete. Dhe praktikisht nuk ndrohen në punësit administratës. Vetëm ndrohen sjellja e tyre, ndrohen flamujt. Flas në shumicën e tyre, sepse unë kam dhe eksperiencën administrative. Përjashto kupolën, pjesa tjetër shkon e vjen, ose ik përkohësisht, ose ik një pjesë militante, vjen nga një pjesë militante, nuk bëhet administrata. Keni bërë dhe ju në kohën tuaj, nuk është e mund të shigjetoni vetëm për të situatë. Jo në këtë përmasa. Shkoni shikoni faturat, sepse paguhen mbi 4.000 veta janë ose me gjyqet fituara, ose në proces për t'i fituar. Pra, nuk është bërë në këto përmasa e para, sepse unë po të them ty, përdorimi i administratës, të themi ne. Në kur nuk i kemi mbledhur mësuesit për t'ju bërë presion. Ne kemi mbledhur mësuesit për t'ju bërë fushat elektorale, për t'ju kërkuar vota. Por nuk ju kemi thënë që nëse familjarët e tu nuk votojnë, ti ik prej pune. Nuk ju kemi bërë prishje kontrate paraprake. Këto i kam faktet, janë faktet të shkruar. Okej, Irena, shumë akuza për juve. Edhe për ta mbyllur. Pra, jemi për këtë të... Pra, thash që këtu duhen përcaktuar disa linja kryesore të cilat nuk do t'i prek asnjë pushtet, kushdo. Dhe ajo që është kryesorja, ne flasim për vetting, kemi drejtuar gjyqin nga gjykatat, vettingun duhet ta bëj i pari kryeministri, ta bëjnë parlamentarët, pastaj të zbresin sepse gjykatat janë një institucion i shtetit dhe një institucion nuk e prish shtetin, shteti prishet nga koka, nuk prishet në degët e veta. Kështu që mendoj që është një moment kritik që secili ka vend për të reflektuar dhe po të ulemi, po të jemi të sinqert, po të jemi të hapur, ka mundësi sepse shqiptarët nuk janë ndryshe nga pjesa tjetër. Intelektualisht dhe Shqipëria është një vend më i pasur me burime natyrore. Dhe shqiptarët janë më të varfrit në botë. Ajo që unë mendoj është kjo gjë. Para do të them që edhe dy kryetarët e partive majoritare, zoti Meta dhe zoti Rama, në të gjitha daljet e tyre publike, e kanë thënë shkoqur, hapur, qartë, jemi gati të ulemi me opozitën, të negociojmë të gjitha kërkesat që ato kanë përsa i përket zgjedhjeve, por ne nuk jemi gati që t'i japim qeverin teknike në tavolinë. Dhe kjo sepse ne kemi bërë një marrëveshje me qytetarët. Po i themi kështu, nuk është për qeveria teknike është një opcion. Jepni një opcion më të mirë. Juve keni dalë, ne kërkojmë zgjidhjen e problemit. Mekanizmi pastaj nuk... Si dëgjuese e rregullt fatkeqësisht asaj çadre, dëgjoj vetëm një gjë. Dëgjoj vetëm një gjë. Ne kemi dhënë një mekanizëm. Mos u merrni me mekanizmin. Adresoni problemin. Qeveria teknike, thonë. Qeveri teknike nuk mund ketë, sepse qeveria teknike në mendimin tim nuk është edhe garantori kryesori asaj që zotrinj kërkojnë, por është vetëm një kapital, por është vetëm një kapital politik për kryetarin e partisë. Kështu që ta duhet të distancohen njerë nga kërkesa e zgjedhjeve teknike. E tyre e qeverisë teknike.
Pra, jam dakord që qeveria teknike mund të mos jap zgjidhje, si s'thoni ju, sepse të jep zgjidhjen e sot. A mund ta mbaroj të lutem deri në fund? Po ta bëjmë nuk është usfatëndëri për të prish vendimin. Që të kemi një protestë dhe të kemi efektive, duhet të jetë protestë. Dhe që të jetë protestë efektive, duhet të ketë 1, 2, 3 kërkesa, qëllime, të cilat janë të negociushme, të cilat janë të arritshme, të cilat mund të ulin palën në tavolinë. Garantoni zgjedhje lira kaqësh, kjo është kryesore, Chelsea, pastaj vinë ca të tjera. Kalon ultimatum, thua ti se ka ndarë mendjen. Pse po e bën në këndvështrimin tuaj? Zonja Beqiraj, pse po e bën në këndvështrimin tuaj? Thjesht kapital politik, nuk është gati të dalë para shqiptarëve, nuk kanë organizuar strukturat e tyre në bazë po mos i çaj hallin Partisë Demokratike. Garantoni zgjedhje lira dhe fitoni prapë. Le të fitojë zoti Rama. Pse tremet nga qeveria teknike? Të fillojnë mos tremet. Le të bëjë zgjedhje të lira edhe thotë ja si duhet llogaritur kanë dalë që humbasin. Dhe për këtë arsye duan që të hedhin bal pa filluar fare procesi. Justifikim do të thuash në një mundje absolutisht justifikim, absolutisht justifikim. Këto konkluzione të nxjerr biznesi nuk i kanë dhënë klima. Deri në klima, do vemi edhe te klima. Tek deri në 2015. Deri në 2015 Komisioni Zgjedhor e ka drejtuar Partia Demokratike me përfaqësuesit e vet. I ka organizuar zgjedhjet Partia Demokratike normalisht. Mund të më thoni pse në Shqipëri është i vetmi vend ku edhe komisionet e fshatrave janë politike? Pse nuk arrijmë ne shqiptarët që të krijojmë komisione me në punës, me njerëz që emërohen atje? Pra, jemi në një model i cili duhet ndryshuar rrënjësisht. Të gjitha kërkesat që janë partitë, telekomandojnë partitë, njerëzit, i prishin partitë, njerëzit, ju bën presion partitë, të gjitha kërkesat që keni, uluni i negocioni në tavolinë me të gjitha partitë e interesuara për këtë çështje, dhe kjo është zgjidhja. Nuk vjen me ultimatume nga çadra zoti Sheu. Nuk vjen me ultimatume. Duket sikur janë në dy anë shumë të kundërta, të dyja palë. Nuk janë të kundërta, unë them që të dyja konvergojnë në një vend. Ne kemi nevojë të ndryshojmë modelin politik të qeverisjes vendit. Dhe modeli politik fillon që nga organizimi partive dhe nga mënyra se si e respektojnë rolin e tyre. Në Shqipëri, për shumë gjëra ne përmendemi, po tani po përmendemi edhe një gjë tjetër, për çadërzimin e politikës. E ka bërë edhe PS-ja disa vite përpara, e bëri edhe PD-ja, pyetja mund shtrohet mas 2 vjetësh kemi zgjedhjet lokale, edhe po tjetë PD-ja në pushtet, do ngrej PS-ja një çadër dhe thotë nuk i bëjmë zgjedhjet lokale, kalojmë qeveri teknike se nuk kemi besim. Pra çështja është ke mekanizmi. Çfarë cilësie ofron politika shqiptare sot në mënyrën se si i zgjidh problemet? Po ta shikosh në origjinë, fjala politik do thotë arti i veprimit për të arritur disa objektiva të caktuara. Tani ai ti marrim me radhë, objektivat nuk i gjykojmë, nuk i paragjykojmë sepse i vendos çdo parti vet. Mënyra e veprimit politik garanton nëse këto bëhen me qetësi, bëhen me eficiencë apo bëhen me konfliktualitet. Çështja është që po të kthehemi pak mbrapa, Shqipëria në 2017 diskutoi akoma që modeli zgjedhor nuk funksionon, që ne s'kemi besim te komisionet, që ne s'kemi besim te vota, që zgjedhjet nuk japin rezultatin e duhur, është kthehesh prapë dhe njëherë 91-92-shën kur s'kishim asnjë lloj eksperiencë në këtë drejtim. Pra, çështja është si ka mundësi që nuk arritëm të ndërtojmë një model votimi, një model qeverisje, një model politik që të paktën këtë lloj ngërçi do ta hiqte. Ju ka leverdisur gjitha partive në gjithë vite ishta bën këtë situatë ku ndodhemi aktualisht. Unë nuk do isha shumë që ju ka leverdisur, sepse ne kemi qef nga herë edhe këto skenaret fiction pak, po do ta lidha me dy gjëra. Po pas 27 vjetësh në këtë situatë që përsëritet deja vu të shomale. Ka fuqia cilësore e politikës dhe e partive shqiptare për të prodhuar një sistem eficient, sepse varet nga prurjet pastaj. Prurjet të mira ka gjithmonë, po vendimet që marrin tregojnë që nuk janë njerëzit më cilësorë dhe nuk janë prurjet më të mira. Ose monopolizohen pastaj. Dhe së dyti ne kemi filluar edhe partnerët tanë ndërkombëtar më tepër i përdorim si fasadë, edhe si nevojë për mbështetje për ato që kemi, se sa i dëgjojmë realisht. I bie të importojmë prurjet pastaj zoti. Jo, mos ta importojmë. Unë duhet ta konkludoj me këtë. Ne duhet të ndërtojmë modele të mira. Kam parasysh para disa vitesh u bë një debat shumë i madh në Itali se ishte e korruptuar politika. Dhe konkluzioni ishte, nuk është politika e keqe dhe korruptuar, është sistemi që i jep gjithë farë lloj kompetencash politikës për të marrë vendime, dhe natyrisht ajo shfrytëzon
për maksimumin e pushtetit saj. Nëse ne do kemi institucione, do kemi disa gjëra më të qëndrueshme, politika ka rolin e vet, do luajë rolin, ndoshta do luajë më mirë. Bazuar çdo gjë zanafillën ke 3 lidera apo 4 dhe pastaj gjithë sistemi përhapet në çdo skaj të vendit në origjinën e pushtetit, do ta kemi shumë zor që të bëjmë atë që po kërkojmë. Dhe me që jemi te biznesi e fundit për ta mbyllur, 27 vjet, 26 vjet, nuk arrim dot të bijem dakord, qoftë politikisht, për një strategji të zhvillimit të vendit. Për një kategori atë që tha dhe zoti Sheu, për disa pakte kombëtare që po i bëjnë vendet dhe shumë më mëdha më zhvilluar se ne. Rritje ekonomike, strategjia për modelin ekonomik. Dhe gjëra të tjera. Dhe pse? Sepse çdo herë politika i lejon vetes që ta shikojë gjën bardhëzi. Jetim pushtet dhe thua jam i bardh, unë them vetëm me zez. Kur vjen ti në pushtet... Viti zero, sa është ju vin, fillon nga fillimi. Po s'ndrua modelin dhe sjelljen e politikës, është e pamundur. Tash bëjnë të gjithë sikur s'kan qenë në Shqipëri. Të lutem, një hapësirë publicitare duhet shkoj dhe unë të biznesi, një hapësirë publicitare rikthehemi në studio, diskutojmë sërish për ndikimin e krizës politike të ekonomia. S'ka për të ardhur ndonjëherë ftesa për qeveri teknike, prandaj kthehuni. S'ka për të ardhur ndonjëherë oferta për të shtyrë zgjedhjet, prandaj zgjohuni. Jam sot i bindur se PD-ja do të hyjë në zgjedhje, pavarësisht përbetimeve e kërcënimeve. Ashtu siç jam i prirur të besoj se Partia Demokratike do të kthehet në kuvend për të votuar vetingun, sepse nëse nuk e bën këtë për Shqipërinë e për vetë zgjedhjet e saj, duhet ta bëjë për të mos vulosur me turp fatin e saj në zgjedhje, pa nisur ende fushata zgjedhore. Edi Rama në monologun e tij foli sot për zgjedhje pa opozitën. Le t'i themi nga ky shesh se zgjedhje pa opozitën nuk ka e nuk do të ketë. Le t'i themi nga ky shesh se zgjedhje me Edi Ramën kryeministër apo me Fatmir Xhafën ministër të brendshëm nuk ka e nuk do të ketë. Në një ditë si sot, do duhet të kishim konstituuar komisionet e zonave të administrimit zgjedhor dhe praktikisht ne nuk i kemi. Nuk i kemi për pamundësi objektive, dy parti kryesore që duhet të kishin ofruar kandidatët e tyre nuk i kanë ofruar dhe ne gjendemi në pamundësi për të konstituuar KZAZ-t. Rikthehemi në studio, po flasim për ndikimin e krizës politike tek ekonomia. Zoti Sheu, ju tashmë keni të qartë qëndrimin tuaj, nuk do ketë kthim mbrapa, nuk futeni në zgjedhje. Natyrisht, sepse ne shikojmë që vendi ka nevojë për ca zgjidhje të sotme dhe të nesërme. Ka nevojë për zgjidhje të qëndrueshme. Do ndikoj kjo te ekonomia, keni marrë parasysh pasojat që mund të ketë vendi? Ekonomia më keq nuk ka ku shkon më. Kështu që për ekonominë nuk është ky shqetësim dhe pikërisht ajo çadër, një ndër qëllimet kryesore ka pikërisht rikthimin e një normaliteti politik, i cili pastaj do të krijojë kushte edhe perspektive edhe për zhvillimin e vendit. Dhe po të bëhen zgjedhje, po të funksionojnë strukturat e shtetit, natyrisht që biznesi do të ketë hapësirë, do të ketë frymëmarrje, do të i rikthehet besimi, do të ulen kredit tek qia, parat nuk do shkojnë jashtë vendit. Kemi një sër fenomenesh tashmë të thëna, të shkruara, të provuara me fakte, me shifra që nuk e di nëse ja vlen të hyjmë të debatojmë, por natyrisht, por do të thënë situata është prezente, besoj. Klima e biznesit është... Tani, a mund të i përgjigjem pak ekonomisë me raportin e Bankës së Shqipërisë? Dakor, nuk do të flas me shifrat e qeverisë, do të flas me raportin e Bankës së Shqipërisë. Kemi pasur rritje të punësimit me 8.5% në tremujorin e 3 të 2016. Ekonomia shqiptare do të rritet me 3.4% në total në 2016. Rritja u ndikua nga zgjerimi i konsumit dhe investimeve private si dhe nga rritja e të ardhurave nga turizmi, zgjerimi i konsumit u mbështet tek kushtet monetare stimuluese, përmirësimi i besimit konsumator në ekonomi, rritja e punësimit dhe nga zgjerimi i investimeve të huaja direkte. Tani, po t'i futemi rritjes ekonomike, deficitit buxhetor, balancës primare, të ardhurat timore, borxhit dhe papunësim, të gjitha këto shifra tregojnë përmirësim, le ta vazhdoj profesori për më tej në debat. Tani, unë nuk e di se pse neve duhet themi
dhe të hedhim baltë, të vazhdojmë me politikën e baltës për një gjë që është bërë mirë. E gjetën rritjen ekonomike në 2005 5.5, e lanë 1 e kemi 3.8. E gjetën deficitin buxhetor minus 3.5. E kaluan minus 5, e kaluan minus 5 dhe e kemi quar minus 2. Balancën primare minus 0.3, e quan minus 1.7, e kemi quar plus 0.5. Papunësin e gjetën 14.4, ja për atë dhe investimet në total publike, që do të pëlcas nesër, tolumbacja juj do pëlcasi. Investimet janë 4.8%. Sepse ju keni bërë stabilizim fiskal duke ullur shpenzimet publike. Investimet publike janë 4.8%, sa që kanë qenë në 2013 dhe sa që kanë qenë në 2005. Ku e morët juve. A mund t'ju them unë një shifër totale publike dhe private kanë qenë 37.9 në 2005, i zbritën në 26.1% të GDP-s, dhe sot i kemi 29.4% të GDP-s. Vlerë për mu ka kjo. Po tani që se s'kanë vlerë shifra, ka opinioni? 52 miliard lek është efekti i rritjes së tatimeve dhe taksave në Shqipëri. 52 miliard lek në relacionet e buxhetit të shtetit. 24 miliard i ke në 2014, 16 miliard i ke në 2015, 12 miliard i ke në 2016. 50 miliard është rritja e të ardhurave në 2016 kundrejt 2013. Pra, akoma nuk e mbledhur të ardhur që duhet vinin nga rritja e tatimeve dhe taksave. Kjo i tregon të gjitha se çfarë ndodh në ekonomi. Po bëni një arbitrazh me parashikimin. S'bëj arbitrazh me parashikimin. Po bëni një arbitrazh me parashikimin. Pra, ky është efekti taksave të rritur. Që do të thotë? Që rritja ekonomike nuk është kthyer në të ardhur, po të marr rastin më të mirë, nuk po them që është abuzuar. Rritja ekonomike nuk është kthyer në punësim. Rritja ekonomike nuk ka prodhuar mirëqenie. Dhe arka e shtetit, ose do të pasë pranojmë dhe variantin tjetër që administrata jo që nuk ka kryer detyrën e saj të sjell ato të ardhur që i takojnë për në buxhet, por për të kundërs i ka krijuar grop të ardhurat. Ta mbajtë se do ta diskutojmë gjendjen e ekonomisë. Është ekonomia 3%, atë thot FMN-ja që është nën kapacitet. Pra, 3%, atë thot FMN-ja që të vjen nga 2 projekte të mëdha, si është TAPI edhe Devobi. Kështu që këto 2 projekte nuk të gjenerojnë punësim masiv në shkallë ekonomie. FMN-ja thot që është arritur konsolidimi fiskal, FMN-ja thot që ekonomia është shumë mirë se që lanë e ke arritur me numra, e ke ullur deficitin, duke ullur shpenzimet. Se tartët nuk i ke rritur. Zoj Civisi, si do flasim gjërësisht dhe për gjendjen ekonomike dhe reforma, do i marrim një nga një. Zoj, mbetemi në fillim të ndikimit zgjedhjeve për ta ezauruar dhe këtë si argument dhe i marrim çështjet me radhë. Zoj Civisi, në rast se nuk zhvillohen normalisht zgjedhjet, do ketë ndikim të fortë tashmë të ekonomia, do përshkallëzohet më tej kjo situatë? Me të ndikimi do jetë, ndoshta edhe më i fortë se që mendojmë ose se diskutojmë dhe kemi frikë ne, sepse mos zhvillimi i zgjedhjeve do thotë një cënim dhe rëmuj institucionale në Shqipëri dhe vendimarrja kryesore në ato nivele që ka të bëj me stabilitet dhe me zhvillimin ekonomik, cënohet shumë nëse nuk do zhvillohen këto zgjedhje. Pra, zhvillimi ose mos zhvillimi zgjedhjeve vetvete ose shtyrja e tyre nuk është një diçka jashtëzakonshme, në shumë vende për arsye dhe motive ndryshme mund të ketë edhe shtyrje ose zhvendosje. Po mënyra se si po përvizohet konfliktualiteti politik në Shqipëri, mosbërja e zgjedhjeve do thotë që mungon totalisht ose në thonjza do mungoj totalisht konsensusi për problemet kryesore që do bëjnë të mundur zhvillimin normal të këtyre zgjedhjeve. Pra, në Shqipëri nuk është çështja teknike pse zhvillohet ose nuk zhvillohen zgjedhjet, po zhvillimi apo mos zhvillimi i zgjedhjeve është efekt dhe kulmim i konfliktualitetit politik që ne kemi. Jo më larg se para disa ditësh, përfaqësuesi i njërës nga dhomat më të mëdha të tregtisë që është në Shqipëri, kur foli për investimet e huaja direkte dhe për bashkëpunimin me Shqipërinë, tha, ne jemi në pritje të zgjedhjeve të reja. E di të thotë të humbësh 4 muaj, 5 muaj, 6 muaj, miliona e miliona euro apo dollar apo sterlina apo monedha tjera investime në pritje të qetësimit të situatës vendimare dhe situatës politike. Pra, kur themi do zhvillohen apo s'do zhvillohen zgjedhjet, në thelb themi sa e sigurt është institucionalisht, legalisht, nga pikpamja e zbatimit ligjit dhe qetësisë politike vendimare e Shqipëria për të krijuar ekonomisë gjithë kushtet e nevojshme.
Zona Jazoj, çfarë do ndodhë në rast se nuk zhvillohen zgjedhjet? A jeni ju duke marrë, le të themi, një feedback nga antarët tuaj lidhur me këtë që po ndodh dhe një skenar të keq të mundshëm? Patjetër që ne jemi duke ndjekur të ngërsh, do ta quaja politik, dhe duke vijuar atë që tha profesori. Pasoja më e madhe, do të thënë, mos kryerjet të zgjedhjeve apo zgjatjes në kohë, do ta quaja, lidhet me atë rrëmujën e institucionale që përmendi profesori. Pasi investitorët të cilët janë këtu, nëse kanë në plan për të nisur një projekt madhor afatgjat, nuk do ta marrin një vendim tani. Nuk është fare koha e duhur. Ndërkohë kemi ata investitorë të tjerë të cilët janë të interesuar apo ndjekin zhvillimet politike dhe ekonomike të vendit tonë. Sot prita një grup në fakt. Do flasim shtator. Do flasim, nëse nuk do jetë atëherë, do flasim më vonë. Të gjitha këto kanë të bëjnë me atë pengesën institucionale që ne krijojmë, ato barierat. Është paralizuar, le të themi, jo vetëm le të themi vendimet e investitorëve që po e shohin Shqipërinë si vend potencial, por edhe kompani të cilat janë ekzistuese tashmë në Shqipëri për të zgjeruar planet e tyre të investimit apo një term që mora nga disa nga drejtuesit tanë ka qenë në gjuhën angleze sit and wait, ulë dhe prit. Kjo do jetë, besoj, situata për këto muaj. Nuk po them se do paralizohet dhe këto biznese nuk do të operojnë, sepse janë biznese prej vitesh, të cilat janë të vendosura mirë, por nëse flasim për projekte madhore, nëse flasim për vendime me rëndësi për sa i përket hyrjeve të reja apo injektimeve të reja të kapitaleve, besoj se do të jenë në pritje. Qeveria ka marrë parasysh dhe po e vlerëson këtë dëm duke pasur parasysh se ju thatë një rritje ekonomike 3.4% për 2016, 3.8% është parashikimi për 2017. Nga ana tjetër, qëndron edhe fakti që janë dy projektet e mëdha të investimeve tuaja, TAPI dhe Devolli, cilët kanë ndikuar në rritjen ekonomike. Kur të përfundoj ndikimi këtyre dy projekteve të mëdha, Devolli ka mbyllur TAPI. Çfarë do ndodh më pas me ekonominë? Jeni duke përllogaritur domet? Unë mendoj që a ndjeni dhe ju fajtor, le të themi, për situatën e krijuar? Okej, atëherë, e para unë mendoj që të gjitha investimet që janë ongoing, ose që janë duke u zhvilluar, ose duke u investuar tani më, nuk besoj se do të kenë probleme në mbarvajtjen e tyre. Kuptohet për të gjitha investimet potenciale në çdo, le të themi, vit elektoral, qoftë edhe më normali dhe në vende me demokraci edhe më të zhvilluar se sa Shqipëria, dhe kemi rastin e zgjedhjeve amerikane që ishin vetëm në ndorin e kaluar, ka një sit and wait për të parë se cila do t'jetë alternativa që do të fitojë, cila do t'jenë politikat që të vazhdojnë, dhe është një situatë e njohur që ka një lloj pritjeje. Nuk është shqetësues ky vit? Absolutisht, nëse kjo çështje në kushtet që jemi sot, për sa i përket mos vendimmarrjes së opozitës për të futur në zgjedhje, unë vazhdoj të mendoj që ata s'kan marrë një vendim të prerë, janë thjesht duke bërë, le të themi, presionin e radhës. Unë mendoj që është shqetësuese dhe për këtë arsye të dy shefat e mazhorancës kanë bërë thirrje për të marrë vesh dhe për të negociuar, për të parë se si mund të zgjidhet. Ajo që ne duam janë zgjedhje pluraliste, ku të gjitha partitë që mendojnë që duhet futen dhe të garojnë për zgjedhje, duhet të garojnë për zgjedhje, ne jemi një sistem pluralist. Por, absolutisht, ne nuk mund të pranojmë dhe nuk mund të krijojmë precedentin e ultimatumit. Nëse ne do të krijojmë precedentin e ultimatumit, atëherë nuk kemi dhënë afat të gjatë asnjë lloj sigurie për investitorin. E kemi siguruar veten, i kemi vënë vetes. Ultimatumi është që të shkojmë në normalitet. Nuk mund të ketë, nuk mund të shkosh në... Kemi dhënë ultimatum që ky vend, poso të në normalitet, nuk ecë më përpara. Unë nuk di se si mund të zgjidhet një konflikt me ultimatum. Qoftë nga ato më të thjeshta. Jo, ultimatumi është hajtë ulemi. Ultimatumi është që vendi ka shkuar atje ku nuk mban më. Nuk njo, asnjë konflikt. Këtë ultimatume kanë dhënë qytetarët. Asnjë konflikt, jo, këtu ultimatume ka dhënë PD-ja, nuk e kanë dhënë qytetarët. Qytetarët shprehen me votë 1 në 4. Me thuaj mu, ku do shkojnë paratë e drogës? Ky është një realitet, besoj nuk e mohoni. Qëndron kauza opozitës për ku do të shkojnë paratë e drogës? Thuaj mu, si mund të vinë investitorë serioz? Kam një kundra pyetje, dakord, ku do shkojnë paratë e drogës? Po edhe nëse bëjmë qeveri teknike, apo ndodhë një ndryshim politik, paratë e drogës po aty janë. Nuk e zgjidh çështjen për 2 muaj. Për 2 muaj qeveria teknike do t'i devijoj paratë e drogës. Aq më tepër, dhe po t'i referohemi në një shifër që është shumë të rënditse, po them rastin minimal, flitet për rreth 1 miliard euro që qarkullojnë në vit si para drogës. Ma e vogla. Ma e vogla. Rritja ekonomike 3.4% do thotë
maksimumi 320 milion euro shtes në vit nga ekonomia e rregullt. Atëherë nëse ne jemi në një situatë që ekonomia e drogës na sill ka 3 fishin e të ardhurave nga ekonomia normale, çështja është shumë e thellë dhe shumë strukturore. Është realitet. Po, zgjidhja e saj, zgjidhja e saj kërkon strategji shumë të gjëra, ekonomike, financiare, politike, sociale dhe mëra. Po, do fillojmë do? Po, nuk fillon, nuk është zhdukja dhe barazimi kësaj me qeveri teknike dhe nesër si me magji. A pranojmë faktin që droga është politike qeverisë Rama? është sjellje shqiptarëve. Jo. Në këto përmasa, burim nuk ka qenë burim, nuk ka qenë burim. Main source nuk ka qenë. Shumë keq që kemi arritur deri këtu. Ajo që pritet në këtë rast. Kjo ishte ajo që pritet në këtë rast nuk është se si u bolla ajo, nuk e din policët se ku ishin. Po mirë pra. Policët i kanë pas me listë ata që kanë mbjellur drogë. Në Dibër i kanë komanduar të gjithë ata. Ato që presun se qytetarë, i kanë me lista. Edhe punëtorë që kanë vaditur atje në parcelat e drogës. Sepse nuk guxon kush. Kështu që kanali është hapur me bekimin e kryeministrit. Të keqen e kësaj pune, unë shikoj që ekonomia shqiptare e rregullta dhe formalja denatyrohet, deformohet edhe prishet nga ekonomia informale dhe nga gjithë këto aktivitetet tjera. Atëherë, çështja është e rëndësishme për mua. Si mund të presësh investitor? Po ja ta mbaroj. E rëndësishme për mua si qytetar, nuk është thjesht që një parti apo s'ka bërë keq dhe do vijë tjetër ta bëjë mirë. Çështja është kemi ne një platformë kombëtare, sepse kanë qenë vende shumë serioze dhe më mëdha se ne, kanë harxuar një dekadë të tërë me një konsensus politik shumë të fortë, me një përkrahje shumë të fortë ndërkombëtare. Dhe me siguri ultimatumi i PD-s. Po ultimatumi është bëj qeveri teknike ti dhe unë do bëj këtë. Tani ne duhet një gjë shumë e madhe dhe një propozim. Qeveria teknike është një mekanizëm, është hapi. Po nuk zgjidh gjë qeveria teknike. Po është një nuk zgjidh më qeveria teknike përderisa të paktën të garantojë që lekët e drogës të mos shkojnë të bëhen vota. Forcat kryesore politike nuk kanë mes të mos bëhen vota lekët e drogës, minimumi. Pastaj jam dakord. A u bën lekët e drogës së Lazaratit? Jam në linjë me ju. A u bën lekët e drogës së Lazaratit vota për PD-n zoti Sheaj? Jo, se atje ishte djali Luiza Gjovanet dhe desishin ato, ta mbaroj deri në fund, sepse kryetar ishte i PD-s. Ato e kishin porosit ata, porosit ishin Tiranë ata. Po lere ato të shumë. Ta mbaroj, do me thënë, lekët e drogës së Lazarat ishte vendi, po porositësit ishin në Tiranë, porositësit e drogës. Ku kishte edhe 4 laborator droge. Financuan Partinë Demokratike, kur edhe kryetari i PD-s, e shpalli, i ish lideri juaj, ta ka qenë një vendim politik për mos të ndërhyrë në Lazarat. Fakti që kanabisi sot është kaq në tamarojnë fund. Janë të pakrahasueshme, s'ka lidhje, nuk ka pas atje kush të del, Ministri Brendshëm ka shit makinën trafikantëve. Këto janë fakte që i ka bërë publike vetë. Çdo me thënë që Ministri Brendshëm ka shitur makinën tek një person që mund të jetë kapur dhe me një vepër penale. S'ka të jetë kapur, po ka thënë e kam shitur dhe nuk e kam deklaruar. Edhe rrinte Ministri i Brendshëm. Nuk ka thënë kush që është një vend kanabisi, nuk është vend normal këtu. Ajo që unë mendoj është kjo gjë. Kanabisi, jam dakord me profesorin që kërkon një strategji. Kryetari në grupit parlamentar që është i dënuar me vendin gjykate dhe nuk paguan detyrimin. Kryetari në grupit parlamentar të kujt? Po, ta unë janë balla. Tani, unë po të për shpifje. S'ka rëndësi, sa nga ju që janë dënuar për shpifje nuk e kanë paguar. A është i dënuar, a nuk respekton vendimin e gjykatës. Cili shtetësh, ku ndodhin këto gjëra? Ku ndodhin këto gjëra? Në Shqipëri. Në Shqipërinë e Ramës. Jo në Shqipërinë e Ramës. Në Shqipërinë, jo në Shqipërinë e Ramës. Në Shqipërinë që kemi ndërtuar bashkarisht. Dhe 8 vjetë e keni korru juve. Sepse parlamenti nuk e kam burë PD-ja. Ajo që unë po të them është kjo, zoti Sheaj. Po të them, a ka financuar parat e Lazaratit zgjedhjet e PD-s për sa kohë Lazarati ka qenë atje dhe gjithë ato laboratorët kanë qenë atje. Unë po të jap vetëm 2-3 shifra që janë jashtëzakonisht kuptim plot. Pastrimi i parave nga 2008 deri në 2013 Pse shikon këtë hartën po shkon atje në 2008? Të lutem, Pse shikon këtë sot mendi? Unë po them kush ka qenë përpjekja e qeverisë, për ta ndaluar aktivitetin kriminal. Hajdeni të bashkohemi, të bëjmë një strategji më të mirë. Qeveria e mbolli. Jo, nuk e mbolli qeveria. Nuk e mbolli qeveria.
e shefit të komisariatit, janë caktuar mbjellësit e kanabisit në Bibër, janë caktuar mbjellësit e kanabisit, janë caktuar njerëzit që do shkojnë bërë shërbimet, dhe po kontrollohet edhe shitja. Të mbjellë dhe të lejoj kanabisin. Nuk kanë dalë asnjëherë ta thonë të publikisht. Këtë e ka thënë vetëm kryetari i IPD-s. Ish kryetari i IPD-s. Të lutem, vetëm si mund të ndodhë kështu pra, që Shqipëria të furnizojë Europën? Kemi bllokuar deri në 2013, pastrimi i parave ka bllokuar vetëm 9.5 milion euro. Në 3 vitet e qeverisë Rama, 63 milion euro, 700% më shumë. 2008-2013 si s'ka pasur euro, se këto janë të kthyer. Blokuar dhe sekuestruar 500% më shumë. Pra ne jemi munduar në të gjitha mundësitë dhe kapacitetet tona, me policinë e shtetit, me pastrimin e parave, ta godasin krimin. Problemi i kanabisit kalon më tepër se sa policia e shtetit. Ja kam thënë dhe një përfaqësuesi tjetër të PD-s. Fillon me ligjin e famshëm 7501, çështja e kanabisit. Dhe më thuaj se kur ka filluar ligji 7501, që ka katandisur bujësinë shqiptare, të fragmentizuar, jo produktive, dhe që vetmja mundësi për t'jetuar mund t'jenë përveç se drogës dhe ndonjë aktivitet tjetër. Ajo që neve duhet të bëjmë është ngrëm një strategji gjithë përfshirëse, ne kemi bërë një në kryeministri, bashkë me Europianët, afroni dhe juve të bëjmë një strategji e cila të luftoj kanabisin dhe të nxjerrë Shqipërinë në një vend që nuk kultivon kanabis. Po të nuk bëhet duke e dugalt. Po të referohemi disa shifrave, i bie që më shumë njerëz merren me kanabis sa merren me bujësi. Dhe nëse ne themi pse nuk zhvillohet bujësia shqiptare, ku kemi 40-45% popullsisë, nga shifrat ato që qarkullojnë të paktën për kanabisin, pjesa dërmuese e popullsisë shqiptare bie që të punojë me kanabis. Dhe nuk mund të thuash që të gjitha njerëz janë ose të manipuluar, ose të këqinj, ose pa karakter, ose me shumë gjërat. Shumica e tyre janë hallexhinj dhe nxjerrin buk në gojës, ekzistencën e tyre. Dikush i ka marrë në mbrojtje, se nuk guxojnë ta bëjnë atë. Pra çështja është, e para njëherë shkaqet janë më të thella se sa politika dhe mbështetja politike, si në një moment caktuar brenda 4 vitesh, një popullsi kaq e madhe, një territor kaq i gjerë, u dha pas një kulture, siç ishte Ashashi që sjell kaq lekë që nuk vinë te këta që prodhojnë, po grumbullohen disa pika të tjera. Tani lufta kundër fenomenit kanabisit është e njohur. Është luftë, po bëjmë fjalë për një bim të paligjshme. Jo, s'ka bim paligjshme. Është ndaluar, kultivimi i kanabisit ndaluar. Kjo ndodh nëse jeni një ekonomi ku njerëzit shkojnë pas fitimit. Jam dakord, po ishte ekonomi e lirë. Në koncept ekonomisë lirë ajo, por pra çështja është strategjia jonë do kërkoj shtim të përmasave të një politikë ilegalitetit dhe strategji ekonomike tjetër që njerëzit kenë interes më të madh për një kulturë legale, bujësore, blektorale, aktivitet ekonomik tjetër dhe mos ta shikojnë të lidhur me droga. Kjo tregon një letemi një dështim në reformat ekonomike të qeverisë, nëse është arritur deri këtu, sepse dihet situata kjo ishte. Tashmë në 3 vite është kjo. Edhe fjala dështim mund përdoret, po fakti është që nëse duam të bëjmë një strategji, nuk është çështja që po ja heqim kontrollin një partie, që pas kanë në kontroll dhe fenomeni do zhduket. Nuk zhduket fenomeni, edhe sigur nesër të vi PD-ja në pushtet, edhe më shumë do zgjerohet. Çështja është, ne na mungon, edhe strategjia nuk është me policë, nuk është me ushtar, edhe ato janë. Strategjia është çfarë do bëjnë këta njerëz që të bëjnë një aktivitet tjetër më fitimprurës që të garantojnë ekzistencën e tyre me kultura, po themi, legale për të dhëtur këtë terminologjia e zotit Çeu. Pra, kur them që duhet një strategji shumë më e madhe, do thotë një duhet konsensus para zgjidhjes. Po natyrisht, sepse platforma është platformë dhe juridike, edhe policore, edhe ushtarake, edhe mbi të gjitha ekonomike dhe financiare. Nuk është çështja që ultimatumi është alarmi, kambana alarmit. Kjo është kambana alarmit. Alarmi është alarm. Puna është ne po themi për ditë që s'kemi shkuar për veten tonë atje, kemi shkuar për Shqipërinë. Dakor, pra atëherë kush është propozimi? Ne kërkojmë të listojmë këto gjëra, të ulemi, t'japim zgjidhje dhe të mos i përsërisim më. Po shumë mirë, pra atëherë nëse duam që Shqipëria shkojë në Bashkimin Evropian dhe kërkohet një konsensus politik për një strategji të luftimit këtij fenomeni shumë negativ. Po Çelsin kemi thënë, po s'u bën zgjedhje, Tedi. Po shkuan ata njerëzit e duhur atje në parlament. Po s'hyn njerëzit e duhur në administratën publike.
Nuk mund të kesh shteti. Po që garancia kemi ne që njerëzit do vinë janë të durit, tani se kemi parë në çdo zgjedhje, ashtu thuhet, as njerëz janë të durit. Garancia është kjo, që njerëzit të votojnë lirisht. Njerëzit të votojnë lirisht, kjo është garancia më e madhe. Njerëzit vihen nga kryetarët e partive. Në qoftë se ju nuk vini. Partia Demokratike është edhe për primare brenda partisë. Partia Demokratike, po. Edhe ka shprehur zoti Basha. E ka shprehur zoti Basha edhe këtë. Por unë kam më shumë shqetësimin e qytetarëve. Qytetarët të votojnë lirisht, ky është hapi i parë. Pastaj të marrin përgjegjësitë ne si politikan bashkë me pjesën tjetër. Për të kushtuar gjithë jetën e vendit përballë gjithë këtyre probleme madhore. Okej. Zonja Jazoj, ka shqetësim për sa i përket pjesës informale, le të themi kanabisit, paktën vjen ky shqetësim nga investitorët e huaj? Nuk i prek investitorët e huaj kjo, por po të flisja personalisht, patjetër që është një plagë për ne, patjetër që ndihemi keq kur na pyesin, para disa javë besoj keni dëgjuar që erdhi një grup i gazetarëve nga vendet e Bashkimit Evropian në kuadër të integrimit të vendit tonë, të përmirësimit dhe ligjit të së drejtës, edhe luftës apo pranisë së kanabisit. U takuan me Sadion dhe me kryeministrin, me ministra të tjerë, pata dhe unë një takim i drejt pune me ta, dhe pyetja kryesore lidhet me praninë e kanabisit. Duket sikur gjithë ne e lejojmë, por në fakt nuk është ai biznesi i të dobtëve apo i njerëzve që duan, unë nuk jam dakord me këtë, që të nxjerrin bukën e gojës. Për mua ky është biznesi i fortëve, sepse i biznesi atyre të cilët nuk e kanë frikë ligjin. Ata janë sklever pastaj, sepse ai dopti, ai nuk ka kurajë as të kërkojë vlerën e... është peng. Po pra, është peng, jam dakord me këtë, nuk e ka as kurajon, sepse ka frikë. Nuk po flasim për ca shtresa të pabarabarta, po flasim për të fortët të cilët nuk kanë frikë, nuk kanë patur frikë ndonjëherë, rendin ligjin, dhe këtu lidhet, dalin këtu te ligjit i së drejtës, te gjykatat e korruptuara, e të tjera. Është shumë problematike dhe kërkon të gjitha palët, absolutisht, kërkon të gjitha palët që të kontribuojnë, të gjitha partitë politike duhet jenë të zhveshur, kam ide nga ky lloj fenomeni dhe të gjenë një zgjidhje që të jetë për të mirën e të gjithëve. Nuk është një mirë e momentit, është një mirë që do të vijojë dhe do doj kohë. Nuk besoj se do zhduket sot për nesër. Ndoshta jo po ta krahasu direkt me Shqipërinë, por për të kuptuar mekanizmin. Edhe Kolumbia që mbahet si vendi prodhues i drogës, në shumë zona që ka arritur ta eliminojë, ka pasur programe shumë intensive të zhvillimit bujqësisë, edhe blegtorisë dhe paketa ekonomike, dhe vetëm me paketa dhe me zhvillim ekonomik ka mundur ta zhduke si fenomen. Mund ta zvoglosh me kontrole, mund ta zvoglosh. Kjo vjen, një minutë, vetëm për në këtë linjë, por kjo ndodh dhe e pranoj logjikën tuaj, por kjo ndodh kur në radh parë ka patur një pakt, ka pas një vullnet që nuk të ta mbjellim me këtë bim sepse janë kapot njerë. Por nuk hoqe kapot, nuk e mbjellin fshatarët. Arindot politika shqiptare të bëjë këtë. Atëherë, atyre, kjo është ai fenomeni i zëvendësimit. Është substitut kjo. Duhet të shkojmë të japim një alternativë tjetër, sepse po ja heqim mundësinë, sepse këto i hoqim kapot, i hoqim mundësinë e kanabisit, tani do të japim alternativën që ai të zhvillohet. Alternativa është qeveria teknike certifikuar nga PD-ja. Bujqit ose fermerët. Po këtu është fenomeni për të thënë. Patjetër që qeveria duhet të shoqërojë me paketa mbështetëse të tjera. Alternativa është kooperimi dhe bashkëpunimi për një platformë, edhe kapot i ke në kokën e vendit. Po i ke në kokën e vendit, i ke se nuk i dënojnë gjykatat, i ke se nuk i ka policia, i ke në biznes, sepse unë observoj po të problemi është shumë kompleks. Në statistikat ndërkombëtare, 90% e parave të drogës shkojnë në industrinë e ndërtimit. Okej, se duhet kaluin publicitet, zotë Sheu. Atje pa të thotë që mbahet tank sektori. Një hapësirë publicitare, rikthehemi pjesë në tretë e emisionit. Do të flasim se sa afër apo larg është reforma ndrejtësiesh, ndër kushtet kryesore të kërkuara nga investorët vendas dhe ata të huaj, dhe padyshim edhe për reformat e qeverisë, si kanë rezultuar, ndërkaq sa është duke përfunduar edhe mandati i parë 4 vjeçar i qeverisë Rama. Rikthehemi në studio, po flasim për ndikimin e situatës së acaruar politike në vend të ekonomia, por padyshim edhe për ndikimin që do të ketë reforma në drejtësi te klima e biznesit në vend dhe ekonomia në tërësi. Zonja Jazoj, ka qenë një ndër kërkesat kryesore të investorëve të huaj. Referohem edhe studimit që keni bërë pak javë më parë që u bë publik, u evidentuan që dy nga problematikat kryesore që hasin kompanitë e huaja në Shqipëri janë për vendimet e gjykatave dhe lidhur me të edhe korrupsioni. Sa afër apo larg shikni tani zbatimin e
reformës në drejtësi në kuadrin edhe të kësaj situate të acaruar politike në vend? Në fakt, studimi jonë kishte goxha, do thoja, pesimizëm, ose skepticitet më tepër. Dhe për shkallëzimin e situatës, deri në këtë moment, e bën akoma më të vështirë. Apo këtë skepticizëm po e lë në stand-by, do thoja, në atë shkallë që ka qenë para një muaj, apo 2-3 muaj, në të cilët ne kemi bërë vrojtimin, apo studimin. Është një proces i gjatë, gjithsesi, edhe në momentin që ajo të filloj implementimi, nuk është një gjë as për një muaj, as për 5 dhe as për një vit. Mendoj se është një punë e gjatë, ku në radhë parë ka nevojë për edukim të gjithë njerëzve, ka nevojë për ndërgjegjësim të njerëzve për nevojën e kësaj reforme, ka nevojë për një përmirësim edhe të vetë sistemeve dhe të institucioneve tona, të cilat janë ende të papërgatitura, do thoja, janë qoftë edhe nga ana teknike. Në moment që ne bëjmë një diskutim me gjykatat administrative, mungon stafi, mungon pjesa teknike, apo kompjuterike, si mund të quajë. Do më thënë, të gjitha anët nuk janë akoma gati. Prandaj do të quajë një proces i gjatë. Çfarë ndodh në rast se të paktën edhe le të themi formalisht nuk kalon le të themi e plot kjo reformë? Se unë e kuptoj pjesën që deri në zbatimin në çdo hallk do ketë kohën e vet dhe do kërkoj kohën e vet dhe ekspertizë caktuar për digital. Por të paktën një mesazh jepet. Në rast se ju e shihni gjithmonë më larg zbatimi real të kësaj reforme, nuk do t'i kemi ato investitor të mëdhenj që duam që të vinë në vendin tonë të zhvillojnë. Patjetër që do ketë investitor, nuk diskutohet, por do ketë nga ata lloj investitorësh të vegjël apo të lloj investitor që e pëlqejnë kaosin apo e pëlqejnë disorderin, mund ta quaj, mungesën e rregullit apo mundësitë për korrupsion, gjithmonë ka. Kudo dhe investitorët që vinë këtu dhe të huajt nuk janë gjithë më të mirët. Nuk janë të gjithë më të mirët, vinë për arsye nga më të ndryshme. Por që ne të kemi investitor të mdhenj, si Tapi, si Statkrafti, si Verbund, si EVN, apo kompani të tjera të mëdhaja, të cilat shikojnë gjithmonë tregje dhe mundësi ku mund të kenë një kthim të mirë investimi, por të kenë një stabilitet në mënyrë të veçantë legislativ, ku të ketë një ligj të së drejtës dhe një transparencë bashkë me mirëqeverisje, mendoj që kjo deri diku e ndikon. Dy shembuj që shkojnë eksaktësisht në këtë logjik. Një nga vendet më të rejse për investimet e huaja direkt dhe më të suksesshme të paktën të 15 ditëve të fundit ka qenë vazhdon të jetë Slovakia. Vendi vogël me 4.5 milion banor, nuk ndryshon shumë nga Shqipëria. Në të gjitha rastet kur bëhen vlerësime ndërkombëtare për Slovakinë, ku janë prezente të gjithë korporatat dhe kompanitë më të mëdha dhe më prestigjioze të botës. Ndoshta Bratislava nga të paktët kryeqytetet të botës që gjen të përfaqësuar të gjithë kompanitë, korporata dhe shumë komshet më të shuara të botës. Dhe në vlerësimet që i bëhen Slovakisë, në vend të parë dalin 2 elementë. Stabiliteti politik dhe stabiliteti dhe transparenca ligjore. Dhe në këtë sens... Ne jemi keq me të dy. Dhe rasti dytë, deri tani jemi referuar shumë Maqedonisë dhe gjithmonë e kemi pasur si një shembull zili për investimet e huaja për shumë gjëra. Shifrat tregojnë që në 2-3 vitet e fundit edhe në Maqedoni shifrat po përkeqësohen. Dhe shkaku, pavarësisht se nuk janë njëjtat motive, është situata e destabilizuar politike dhe gjithë elementet e tjera. Unë doja në fakt, profesor, lidhur me Slovakinë apo me eksperiencën e tyre, ne muaj më parë mbaruam se implementuar një projekt në formën e një transferimi të know-how nga ana e tyre për ne slovakët. Dhe në fakt, ato element që ju përmendët kanë qenë pikat kyçe, do thoja, të lullëzimit të atij vendi. Dhe po ta krahasonim atë vend me ne jemi shumë më përpara për sa i përket burimeve natyrore, pozicioni gjeografik. Por ato arritën, domethënë, t'i kthenin në do thoja në aftësi konkurruese të vendit apo avantazhe, mundësinë e krahut të punës së tyre të specializuar, pjesës IT, teknik në që të rrohen gjitha kompanitë. Por duket se Mariela, kjo gjë nuk do funksionojë në Shqipëri në kushtet kur kemi dy nga elementët pengus janë destabiliteti politike dhe gjykatës. Po do them që ne i kemi këto burimet, dhe ne çfarë duhet të bëjmë? Ne duhet të luftojmë te pjesa e korrupsionit. Ne përgatitëm me suportin atyre në fakt edhe një do thoja
një program dhe një metodik se si mund të luftohet korrupsioni. Të gjitha këto ja kemi kaluar edhe qeverisë, në fakt, dhe institucioneve tjera dhe është për të marrë shembull. Dhe edhe përsa i përket pjesës skepticizmit, do thoja, edhe në studimet që ata kanë bëjnë në vendin e tyre, edhe pse vendi ka zhvillim ekonomik rritet të madhe, gjithmonë bizneset gjithmonë janë skeptik dhe kërkojnë. Kjo nuk do të parë fare në negativitet nga ana jonë, do thoja. Të bjem dakord që të kemi investime të huaja në Shqipëri, janë 4 shtylla kryesore. E para është siguria juridike dhe siguria politike, që sapo e tham, dhe është reforma në drejtësi, dhe këto të dyja janë të lidhura me njëra tjetrën, sepse unë mund të them shumë mirë që kjo mazhorancë donte ta çonte përpara reformën në drejtësi. Kuptohet që nëse se opozita kishte të gjitha, le të themi, ankesat e veta, duhet të ulej, të diskutonte, të ndante në parlament, dhe kuptohet të votoheshin të gjitha në parlament, ndërkohë që opozita e la parlamentin dhe doli tek çadra. Nuk e do opozita reformën drejtësi këtë? Nuk e di se nuk mund të them e do apo se do opozita reformën drejtësi. A një gjë mund ta them me siguri, që opozita nuk e ka përparësi reformën drejtësi. Një. E dyta është stabiliteti politik, sepse kuptohet rrit... Opozita ka propozuar. Zanafillën e reformës e kete opozita. Rrit, le të themi... Rama e majti peng 2 vjetë, se po të kështë vullnet e kështë maruar para 2 vjetës. Destabiliteti politik rrit riskun e vëndit, për Ballkanin në shumë e rëndësishme integrimi rajonal, për të zhvilluar investimet e huaja, dhe megjithatë është kapitali njerëzor që ne u ofrojmë, pra rritjen e kapaciteteve të kapitalit njerëzor. Për sa i përket vettingut, do t'i kthehem pak shkurtimisht, lutem Aurora të marrë dhon minutazhin tim, do t'i kthehem pak vettingut dhe pak një elementi që e zuri pak në gojë ose e përmendi Zoti Shehu, që tha kryeministri duhet të bëj vettingun e vet. Drejtësinë e japin gjykatat. Drejtësinë e japin gjykatat, prokuroria. Në qoftë se prokurori dhe gjykatësi mbyllin çështjen e rrugës së Arbrit për çështje procedure, nuk ka ministër dhe kryeministër në këtë botë që mund të dënohet dhe që le të themi në një farë mënyre do të ndjejë forcën e ligjit. Në qoftë se ne bëjmë vettingun e gjyqtarëve, nëse ne bëjmë vettingun, në qoftë se bëjmë vettingun e gjyqtarëve, e kemi dosjen. Në qoftë se ne bëjmë vettingun e gjyqtarëve, në një farë mënyre, në skalet, zbresim poshtë, do të bëjmë nesër vettingun e ministrave, të kryeministrave, do të bëjmë vettingun e deputetëve, do bëjmë vettingun e drejtorave, do bëjmë vettingun... Dhe lyer kryeministria, që kur ka qenë zoti Rama atje. Sa herë keni parë një tabel që tregon se kush i paguan parat e kryeministrisë? Sa herë keni parë se kush është investituesi, është shteti apo janë... I keni të gjitha në financën po të marrë këtë fakt në aty kurin. Pastaj të mos hyjmë në çështjet e tjera, sepse kryeministri të rrinë në një vilë që kushton me miliona euro. Tani edhe kryetari juaj i partisë, ish kryetari i partisë rinë një vilë me miliona euro që ngrihet në Lalz nga një kat vit për vit. Edhe ish kryeministri juaj bën po të njëjtën gjë. Nuk e ka ndërtuar. Edhe ish kryeministri juaj bën po të njëjtën, ka po të njëjtën vilë. Unë nuk e di. Vettingu është që kryeministri të mos uzurpoj pushtetin. Unë nuk e di. Kryeministri të mos emëroj atë të deklarimit të pasurive, të vendosen mekanizma kontrolli. Po themi ne. Unë si qytetar mendoj këtë gjë. Kjo është reforma, nuk funksionon. Po s'pate mekanizma, nuk funksionon reforma. Në qoftë se do të merremi me vila, po ju garantoj unë që në Lalz jetojnë gjithë deputetët e PD-s, ish deputetët e ministrat i ke në Lalz. I ke në Lalz, po tani, pse, do me thënë, super vila si pas teje e kryeministrit apo e ministrit të PS-s që nga korupcion dhe të gjithë vilat i do me emra sa ke në Lalz që rinë për vila? Unë nuk i dua me emra dhe nuk t'i besoj ato që tua, sepse të gjithë të kanë bërë deklarimin pasurisë dhe s'jam mbledhur për bërë analizën. Ne kemi të parin e vendit këtu. Në fund fare, të parin e vendit i bëhet gjyqi. O burra, të bëjmë vettingun. Dhe i parin e vendit ka ca fakte publike që komplementojnë. Shiko, ajo që ne duhet i japim popullit është alternativa. Bëjmë vettingun. Shikoj zyrës, shikoj shtëpinë, kaq po them. Vëm ca gjyqtar të cilët
ty ti ka blokuar me koncesionet e shëndetësisë. Ti ke vënë peng buxhetin e 10 viteve, tash po flasim për politika. Juve dha 360 milion euro me një faqe kaq Rafiskani. 230 me një milion faqe dollar, kaq. I marrin tendera, me një faqe kaq keni dhënë Rafiskanin, ndërkohë që eksperti u dha 25 euro për skanim. Qeveria juaj nuk pati turpin e ngriti 39 euro për skanim. Faturat në 1.000 euro nuk skanoshin. Ke harruar, ke shpërndarët, ke unë 25 euro, ke shpërndarë. Unë po të them kaq, e kam ullu në 22 euro. Dhe kam hequr, po thuaj se të gjithë fasunistët nga trajtimi i dy fish. Po e ke quar tek ata që importojnë 1.000 euro. Të lutem. Si që i ke futur gjithë në skem. I kam futur me 5 euro. I kam futur me 5 euro. I kam futur me 5 euro. Por juve keni bërë të koncesion. Juve i dhatë GFI-s që të bëhej koncensioni vizibël markimin e naftës bruto, që nuk ka ndodhur ndonjëherë në asnjë vend të botës, do ishte Shqipëria vendi i parë që do markonte naftën bruto. Juve i dhatë SICP-s vullën atë pullën fiskale, po të shikoni planin e biznesit është një gjysmë faqe me shifra, vetëm një gjysmë faqe. Dhe këto i kam parë... Këto s'kanë vlerë fare. Meru me ato se se parat që dalin nga bugjeti. Unë po të them ato ishin parat që i pagunë biznesi për çështje sigurie, për të luftuar informalitetin. Ju i shifni në këndvështrimin tuaj dhe janë të pakrahasueshme. Shko të 500 milion euro i ketë Hajdeni ta bëjmë vetingu. Edhe po përgatisi 1 miliard që të shi. 1 miliard që parat e drogës do marë. Hajdeni ta bëjmë vetingu. Zbët Shqipëria me Dhe aty, në parulla. qoftë se gjyqtarët, prokurorët janë të paanshëm, janë profesionistë, kuptohet jeni të sigur, zoti Sheaj, që në qoftë se unë kam bërë korupcion, do t'a gjej vendin se ku e kam, në qoftë se ju keni bërë korupcion, do t'a gjeni vendin se ku e keni, për t'a hequr nga kryeministra tona. Pra, ajo që unë po të them është kjo gjë. Këtu ka të paaftë, këtu ka njerëz të korruptuar, këtu ka njerëz të kriminalizuar. Pra shteti është të pengi një grupi njerëzish. Është mision i pamundur të minimalizosh korrupsionin. Përsa ko nuk ka drejtësi. Duke të reforma në drejtësi, të pak të duke pasur parasysh konflikte po. Jo, po nga që i bë debatin, dako pra, po i bë debatin me një tjetëri. Reforma Te apelën sërish, pazoj Civic. Në drejtësi, se neve ka marrë një rrugë diskutimi, se të pak të në 2 pikë pyetje janë. Ose kjo reformë nuk është bërë si duhet, por duke pas parasysh asistentën shumë të madhe ndërkombëtare dhe të institucionet nga më specializuara, presupozohet që është e duhura, ose politika shqiptare nuk do ta zbatoj dhe gjithmonë gjen një kleçk natyrave nga më të ndryshme. I shef të përfshirë të gjitha partitë? Se zakonisht i vën gishtin njëra tjetrës. Nuk ka nevojë për thënie përfshirë, unë po përdor termin. Politika dhe vendimarrja shqiptare nuk po arrin të miratoj një nga reformat më të rëndësishme që ka nevojë Shqipëria. Dhe të jemi të qartë, pak të siç e kuptojmë ne që nuk jemi dhe jurist, po e dëgjojmë dhe përpiqemi ta kuptojmë, nuk është çështja vetëm e vettingut, se duket sikur ngërçi reformës është që do bëhet apo s'do bëhet vettingu dhe disa tendrat publike, ose merremi me gjykatësit marrin shtete. Unë mendoj që gjithë riorganizimi i sistemit gjyqësor shqiptar është pjesë e kësaj reforme. Krijimi dhe atyre i mekanizmave të kontrollit, edhe mekanizmave të transparencës, edhe mekanizmat më të qartë të ndëshkimit dhe të shumë elementëve tjerë. Pra, reforma në drejtësi, në radhë parë është një mesazh dhe nuk është e rastësishme, duke njohur seriozitetin që punojnë shumë nga partnerët tanë, qoftë në NATO, qoftë në Bashkimin Evropian, qoftë në Eurozona apo dhe më gjërë, që kryefjalën e kanë reformën në drejtësi. Nuk besoj që ato kanë rënë në nivelin e debatit dhe sherrve politike shqiptare që e thonë për të kaluar radhën. Jemi në një pikë nga ato pika që shumë popull dhe kombe arrin që bëjnë një progres cilësor. Dhe me sa duket, reformimi i gjithë sistemit gjyqësor shqiptar nuk është një çështje e 5 gjyqtarëve të korruptuar apo e 5 institucioneve që nuk funksionojnë. Është një filozofi dhe fizionomi e re se si do jepet e drejta në këtë vend. Dhe me që jemi te ekonomia, edhe po t'i kthehemi që në kohën e Adam Smithit kur lindi kapitalizmi dhe u analizua për herë të parë,
pjesa e etikës dhe pjesa e drejtësisë ka qenë po aq e fuqishme dhe po aq e rëndësishme sa pjesa e eficiencës ekonomike dhe financiare. Nuk mund të zhvillohet ekonomia dhe shoqëria shqiptare duke i munguar ose duke e pasur jo eficiente këtë hallë ka të rëndësishme. Dhe fjalia fundit, siç themi që reformat e tjera pastaj. Nga kjo varen gjithë gjërat e tjera. Pra, mos ta shikojmë ngushtë si një luftë tani, që do u bë një vetting dhe 10 veta mund dënohen ose s'do dënohen. Jo, reforma drejt. Është mishi dhe sa të dënohesh duke pasur parasysh abuzimet që janë bërë ajo është pjesa e saj. Shoqëria ka nevojë edhe për mesazhe publike për të respektuar të drejtën edhe për luftuar korrupsionin. Po më shumë se kaq, mendoj që reforma drejtësi duhet parë në gjithë gjerësinë e saj, si funksionon gjithë struktura dhe gjithë filozofia se si jepet e drejta në Shqipëri. Nëse drejta jepet nën presion politik, nën klientelizëm, nën korrupsion me para dhe me gjëra tjera, ajo s'është asnjëherë drejta e vërtetë dhe as mund të presim jo vetëm të zhvillojmë ekonominë, po edhe të hymë në një fazë moderne të zhvillimit të shoqërisë shqiptare. Unë natyrisht jo vetëm me mbështes, po unë jam dhe votues i reformës në drejtësi, kështu që këto pastaj janë retorik e do se do, gjithë problemi është përsëri tek kryeministri. Sepse opozita nuk trajtohet si institucion. Opozitës nuk jepet vendi dhe roli që ka. Dhe e gjithë praktika që ishte në proces diskutimi, u prish për heqen pikrisht të këtyre mekanizme dhe për gjetjen e disa mekanizme të fshet për të mbajtur në kontroll funksionimin e sistemit të drejtësisë. Dhe dy ndër këto janë institucioni i kontrollit dhe deklarimit të pasurive, që është monopol i kryeministit, që më në fund të dhanë dorëheqjen në presion, dhe i drejtori që kishte këtë kontrollin e pasimit të parave. Pse dhanë dorëheqjen? Pse nuk u zgjidhen me ligj këto? Këto natyrisht që u ka bërë telefon kryeministri, prandaj kanë dhënë dorëheqjen. Por ky është një shembull tipik që mungonin mekanizmat e kontrollit dhe të transparencës. Dhe opozita ka luftuar pikrisht për këto dhe vazhdon të thotë sot që të vazhdojmë ta miratojmë paketën shoqëruese të ndryshimeve kushtetuese në frymën dhe sipas përcaktimeve të kushtetutës. Pra, reformë që kontrollohet nga një dorë nuk mund të kesh në Shqipëri dhe nuk mund të jetë e suksesshme. Pastaj, përsa i përket opinionit tim personal, unë kam bërë diskutim edhe me përfaqësuesit e huaj që kemi bërë një takim në grupin tonë parlamentar, që reforma duhet jetë e gjithanshme. Ne drejtojmë gishtin tek gjyqtarët dhe nuk e drejtojmë tek administrata. Abuzimet më mëdha bëhen administratën publike. Kur përmenda që parë shifrat e mosmbledhjes së tatimeve të ardhur, do thotë që këtu ka evazion të thellë fiskal. Sot, në këtë situatë, e cila ka krijuar një frymë pritshmërie tek biznesi, tek gjithë qytetarët, sot ata që përfitojnë janë në punësit e administratës publike. Pra, kjo është si ajo që ujku do mjegull. Pra, kjo situatë është mjegull për ujqit që janë administratën publike. Dhe ajo që do të them kryesorja është abuzimi me fondet publike. Në raportin e kontrollit të lartë të shtetit thuhet që 46% e fondeve publike nuk janë dhënë me konkurim, pa tender, janë me kontratim të drejt për drejt. Falë, bëjmë pyetje, i ka quar në prokurori kontrollit lartë i shtetit? Po, qa po bënë edhe i ka quar, nuk jam i sigur, i ka quar, po se sa ka quar nuk e di. Çfarë po bënë prokuroria për këtë çështje? Pra këtu 56 të tjerë janë me konkurs, por prej tyre 77% janë me një ofertë. Dhe mbi 50%, 54% të kontratave i kanë fituar ofertuesit më të shtrenjtë. Kjo është shkelje ligji. Po pra, po sa shkelje ligji, po këtu... Po pse nuk ndëshkohet shkelja ligjit, pra? Pse nuk? A ka quar në Po prokurori? e mbi sepse ky ka më shumë para, ky Ky që qohet në prokurori, ky që qohet në administratë, ka më shumë para se sa gjykatësi. Dhe ky e blen gjykatësin. Prandaj themun që reforma duhet parë në të gjitha planet e saj dhe jo vetëm në një plan. Përsa i përket vettingut, pra, ne kemi një arbitër ndërkombëtar. Në qoftë do të respektojmë arbitrin ndërkombëtar, në qoftë do të fus duart Rama, të marrim avokatin e popullit.
është krijuar një praktik dhe një tradit që në kohën e Fatos Nanos, që avokatin e popullit, edhe në kohën e PD-s me vonë, e ka marrë opozita. Është i vetmi Rama që nuk ja jep opozitës. Pra, jemi në një realitet ku kryeministri nuk mund të qeverisë në qoftë se nuk i kontrollon të gjitha pushtetet. Pra që këtu, është prishur mekanizmi dhe nuk mund të funksionojë. Centralizim pushtetit, thot opozita. Atere, përsa i përket centralizimit të pushtetit, përsa i përket centralizimit të pushtetit e reforma në drejtësi, të themë një gjë që e përmendi zonja Merkel, pikisht me që e tha Elena që në Shqipëri, ajo që mungon është siguria juridike. Ka përmendu shprejmisht. Dhe siguria juridike, e përmendi udhëheqësia e Europës, të shi, është pak... të vëhën që i problem shumë shqetësus. Është problem shumë shqetësus. është problem shumë shqetësus. Do thotë që është një çështje që nuk mund të thotë të gjitha problemet që është Shqipëria. Në atë moment se ishte evidentoj si problem më të madh. Atëre, ajo që do t'i kthejmë pak vetëm të ardhurave, vetëm pak pa ju lodhur shumë. Dua t'i kujtoj zotit Sheaj që mos realizimi të ardhurave në disa vite vjen edhe nga ndonjëherë nga parashikimet tepër optimiste. Dhe nga 2009, ta mbaroj të lutem zoti Sheaj. Tash me si kam pas shifrat 10 herë. Deri në 2013. Mos realizimi më i madh është në 2015 kur ju bët reforma. Atëre, nga 2009 rezultati i reformës. Deri në 2013. Deri në 2013 kemi pasur një mosrealizim 155 miliard e reformës. Dhe çfarë të ndodhi? Në qoftë se përdorim të njëjtën, në qoftë se përdorim të njëjtën argument, i bie që 155 miliard janë vjedhur dhe mundësisht kanë shkuar në zgjedhje. Unë nuk e mendoj kështu. Unë them që ka pasur aty, unë mendoj që aty ka pasur shumë gabime në parashikime. Parashikime shumë optimiste dhe parashikime të cilat nuk kanë ardhur afër realitetit. Ndërsa, në parashikimet tona ka pasur një diferencë dhe ka qenë 38 miliard euro minus, por të paktën nuk kemi arritur 155 që kanë pasur zotrind për 5 vjetë. Gjithsesi shifra është me shumë zero për të dyja palët, por të kuptojmë që është problemi... Thuj rezultatet e reformës tatimore, atë vit që u bërë reforma, ullën parat në arkën e shtetit. Kjo është ajo që flet vetë. Kjo flet vetë. Tani prit, ja të lutem se do ka filloj. Pra, rezultatet e reformës u lëm taksat për 97% të shqiptarve. 97% të shqiptarve që kanë paguar sigurime shoqërore dhe kanë qenë të deklaruar në sistemin e tatimeve, kanë pasur në xhepat e tyre 90 milion euro ose $100.000 më tepër vit për vit, që nuk i mblite më buxheti i shtetit. Më lejoni t'i tregoj pse taksa e këtyre e shesht është taksë regresive. Në qoftë se një paga infermierit është 26.000 lek, i bie që me sistemin që kishin zotrin të paguante 21%, 21.2% të taksës, sigurime shoqërore dhe tatim. Ndërsa kryeministri që e kishte rogën 158, të lutem, paga e kryeministri që e kishte 158, paguante 17%, sepse në sigurimet shoqërore ka tavan. Paga e infermierit më i madh i sistemit të tatimor ka qenë 7%. Me taksimin progresiv, 14% paguan infermieri dhe 19% kryeministri. Dhe 19% kryeministri kemi vendosur që të gjithë kryeministrat, ministrat dhe ata që kanë rrogat mbi 1.300.000 do të kontribojnë më shumë në buxhetin e shtetit se sa 97% e shqiptarëve. Okej, një hapësirë publicitare rikthehemi në pjesën e fundit të emisionit. Do të flasim, a kanë alternativa partitë politike për këtë vit zgjedhor për sa i përket qytetarëve, bizneseve, por edhe zhvillimit të ekonomisë? Rikthehemi në studio, po flasim në pjesë të fundit lidhur me alternativat e partive politike për zgjedhjet që pritet ndodhin, të paktën deri në 18 qershor, që është edhe data e dekretuar deri më tani nga presidenti Nishani. Ka pasur debate në fakt në këtë studio gjatë kohës së publicitetit lidhur me ndikimin që reformat kanë pasur deri më tani në ekonominë e vendit dhe ato të qytetarëve. Zonja Beqira i përmende për pjesën e taksimit që shqiptarët paguajnë më pak të paktën për sa i përket pjesës pagës. Më lër që
t'i jap drejtën e replikës. A mund ta shërojmë që ishte fundi vetëm një gjë për shqiptarët. Të gjithë ne të katër të paktën që unë e di se sa i kemi rrogat, sot i paguajmë sigurimet shoqërore mbi 97.000 lekë të pagës. Ndërkohë që infermieri, ndërkohë që pagën mund ta kesh 2 milion lekë të vjetra, paguan mbi 97.000 lekë ose 970.000 lekë të vjetra. Ndërsa kameramani atje, sanitari i zyrës tuaj, le të themi infermieri në spital, e paguan sigurimin shoqëror 9.5% dhe atë mjekësor mbi të gjithë pagën. Për këtë arsye, kontributi që jep një sanitar, një kameraman, një infermier në buxhet është 21.2% ka qenë në kohën e PD-s, ndërsa në kohën tonë ka zbritur në 14.3%. Po ja mor të ta Po e 9% që është një lloj, si pra atë që paguën mbi 950.000 lekë, si pra atë që paguën mbi 200.000 lekë. Po si ka, do të vësh barazimin, po së barazohet rroga, se ka 5 herë më të lartë rrogën, mund të barazohen ato. Ore të lutem, ti sigurimet shoqërore, i paguajnë pak stap, e njëjta gjë do ndodhte me takimin. Nuk kanë lidhje fare këto. Që ndikimi im është më i madh, meqense unë paguaj më tepër, ndërkohë ndikimi atij që merr zëm deri në 30.000 lekë është zero. Qose të dhimbse në ata, duhet bësh politika për të tjera për ata. Ata mos i takso, ata që s'kanë mos i paguajnë mos i takso. Zgjidhjet e punë nuk ka lidhje me këto numra që bëni ju. 1.300.000 jepnin më pak në buxhetin e shtetit. Po taksojnë ata që kanë paga të larta, ata janë që po mbajnë aktualisht në këtë buxhetin. Kjo po ndodh tek tregonte konsumi familjeve në 2015-ën. Është rritur konsumi familjeve për decilet e ulta. Po bëj politika për të vrapit, nuk ka fajin kjo. Dhe është ulur konsumi familjeve për decilet e larta. Por kjo ka qenë efekti taksimit. Pikërisht këtë kemi dashur. Kush po paguan sot do të sheh shqiptarëve të kontribonin më pak se sa 3% që i pasur. Zëra Beqiri, jap fjalën e tjerëve. Kush po paguan sot do të sheh? Kush po kontribon më shumë? Nga kjo politik taksimi, kush po penalizohet më tepër? Natyrisht që politika e taksimit ka goditur pagat e mesme dhe të larta. Sepse pagat mbi 130.000 lekë, pagat taksohen me 23%, që është norma... Përse përket sigurime shoqërore, përqindja kontributit është unike për të gjithë. Përveç se ka një tavan mbi pagën, sepse edhe përfitimi ka një tavan. Dhe në të gjithë botën, ky është një sistem që quhet sistem i mbjetesës. Dhe është sistem solidar, por qeveria e Ramës, që është qeveria e majt, i ka hequr zemrën sistemit të pensioneve. Ky është një pension mbjetese. Sepse tashmë, në qoftë se ke pagën e ulët, do të marrësh pension akoma më të ulët. Në qoftë se ke pagën e lartë, do të marrësh pension shumë më të lartë. Që do thotë, ata që kanë mundësi të kursejnë gjatë jetës, të futën edhe në skema private të pensioneve, do të marrin edhe një pension më të madh nga shteti. Dhe ky është thelbi po besoj që dalim jashtë temës, po të rritë të merremi me këtë. Dërsa po të merremi me atë pyetja kryesore është ajo që thatë ju alternativat politike, nëse dëshironi. Atë prit pyes pak edhe për pjesën e taksimit. Është e drejtë të paktën edhe nga pikpamja ekonomike dhe ndikimit që ka për zhvillimin e ekonomisë, që të taksohen më shumë ata që kanë paga më të larta, ndërkaq që është konkurrenca e ndershme dhe në fundit shteti social mund bëhet në ato vende të cilat kanë takatin, le të themi, për ta bërë shtetin social. Por jo në një vend varfër. Po ti je në një vend pasur, mund të bësh kësi gjëra. Në momentin kur janë prezantuar të politika, të gjithë ata që përkisnin nivelit ton kanë qenë kundër në fakt dhe nuk ishin dakord. Sepse të gjithë jemi prekur dhe nuk jemi dakord për të bërë këtë lloj ekuilibrimi të na hiqet ne dhe të jepet atyre. Ndërkohë që shteti mund të gjejë mënyra të tjera për të bërë shtetin. Është e drejtë nga pikpamja ekonomike, dhe a mund të zhvillohet ekonomia shqiptare me këtë lloj politike taksimi? Taksa në vetvete është instrument, s'është as blu, as i kuq, as i mirë, as i keq. Është një instrument që ti e vendos në funksion një qëllimi dhe një objektivi që ke. Për një shërbim që unë e marr mbrapsht. Shtroj çështja, marr pastaj shërbime? Tre janë elementet që bëhet politika taksimit. Do taksosh më shumë punën, do taksosh kapitalin, apo do taksosh pronën. Faktikisht, taksa progresive, për mendimin tim, më tepër ishte një gjetje ideologjike që i shërbeu fushatës 2013-ës, një diskur populist që ata që fitojnë më shumë do paguajnë më shumë, me idenë që ato që do... Nuk paguajnë më pak nëse 5% e shqiptarëve? Po, e di. Po, çështja është, prandaj them është instrument. Çfarë zgjidhim ne me këtë problem? Personalisht jam dakord që ai që fiton më shumë dhe ka rroga më të larta, natyrisht kontributin fiskal duhet ta ketë më të lartë.
në përqindje. Të zhveshur nga ideologjia dhe nga nxjerrja. Po çfarë prodhuam në fakt? Në fakt, jo më shumë se 13.400, 13.500 veta janë ato që ushtrohet sot taksa progresive dhe janë të gjithë në CEO, apo në jetën punës, mënyra ekspert. për të dalë të pavarur në mënyrë që ta shikonin. Më e keqja për mua ndodhi ajo që u tha dhe është bërë fakt që taksa progresive, jo vetëm Shqipëri, po dhe në vende të tjera, provokon pafund deformime fiskale, pagime, sigurime shoqërore dhe shumë elementere. Dhe taksa zero. Dhe në Shqipëri ka ndodhur fenomeni kundërt, si kundër përgjigje ndaj kësaj takse progresive, ka ndodhur shumë të tepër fenomene negative, që në vend që ti marrësh efekte pozitive asaj, ke marrë efekte negative. Me që jemi për taksat, profesionalisht dhe personalisht mendoj, më e vlefshme është një taks nga 10 në 12 ose 12.5% dhe është taksë e shesht, natyrisht duke bërë përjashtimet e pagave të ulta dhe ato kategori sociale që do të mbrosh, është më e kuptueshme, më e thjeshtë për të zbatuar dhe nuk lejon mundësi që të bëhen manovrime fiskale informale për t'ju shmangur. Shqipëria nuk ka as cilësinë e administratës fiskale, as cilësinë e biznesit, për sa i përket evidentimit të shumë gjërave, që të ketë sistem fiskal me klasa dhe me grupe ndryshme. Edhe vende shumë të zhvilluara, po e thjeshtojnë sistemin fiskal. Pra ne, nëse duhet hapim një diskutim, në radhë parë njerë duhet të mendojmë që biznesi, ja ku e kemi përballë, më shumë se sa i trëmbet taksës lartë, i trëmbet ndryshimeve të shpeshta të sistemit taksave dhe kompleksitet. Atere, nëse presim një propozim nga partit për sa i përket programit për 4 vjet të ardhshme, në radhë parë duhet të jenë shumë kujdesme dhe të përgjegjshme, mos propozojnë ndryshime drastike se do të çorodisin gjithë biznesin dhe gjithë bankët. Duke se nuk është ky rasti, pasi propozimi që vjen nga Partia Demokratike ka ndryshime të forta le të themi sistemin e taksimit, apo jo? Po, në të mirë, nuk ja u prish planet, ja u rregullon planet e biznesit. Po prish planin e buxhetit. Ajo është përgjegjësia e qeverisë. Por ne kemi dëshmuar që me taksën 10% që ne dyfishuam ta në buxhet. Kur bota dhe Shqipëria nuk ishin në krizë. Teknikisht është nëse ti propozon një sistem dhe personalisht nuk e kundërshtoj. Kjo është e provuar. Me taksa të ulta, çështja është duhet bësh dhe politika publike minimale. Nuk mundet marrësh përsipër. Shqipëria aty ka marrë 30% të GDP-s është buxheti. Buxheti i Shqipërisë. Ne flasim vetëm me gjysmë. Nuk mund të flasim që kemi buxhet që një qeveri e vogël dhe ku do të japësh më shumë hapësirë biznesit privat. Nëse merr përsipër që do zgjidhësh edhe arsimin publik, edhe shëndetësinë publike, edhe investimet dhe këto, duke ulur të ardhurat në buxhet, nuk e bën dot, sepse u provua. Do pranosh dy gjysma i rritën taksat 50%, nuk e kanë shtuar rendimentin fiskal, e kanë rritur dhe kanë ulur, e kanë çuar në vendat që ku ishte. Rendimenti fiskal. Flas për të ardhurat tatimore. Jo, nuk është dhe për të ardhurat tatimore, nuk është e vërtetë. Janë 25%, të ardhurat tatimore janë 25% e GDP-s, ndërkohë që Ylat 22.2% e GDP-s. Nëse vemi te TVSH-ja 15%, aty fitimi 9% dhe sigurimi 18% që propozojnë këta. Ju mos u shqetësoni për atë efekti në buxhet. Por kjo është në favor të biznesit, natyrisht që duhet përgjegjshmëri, efekti të ardhurave në buxhet do të jetë kemi një statistikë të njohur ndërkombëtarisht që Shqipëria 50% ka informalitet. Pra është e paragjykueshme. Cila është politika që funksionon në këtë nivel të lartë të informaliteti? Pra atë tatimi progresiv në këtë situatë e deformon situatën. Atëherë në këtë situatë politika po flasun. Dakor, pra, po, ta bëjmë radhë. Ideja është që humbjen që ju parashikoni në buxhet, nga ulja e taksave ta kompensoni zvoglimin, le të themi. Hapësira që krijohet në buxhet, nga ulja e taksave që ju propozoni, taksën në shesh 9% dhe uljen e TVSH-s në 15%, apo diferencimin e saj. Sa për një orientim se po ta zbatosh me sistemin aktual të taksave, këto dy shifra janë shumë të mira për biznesin, pa dyshim, por e zvoglojnë me minimalisht 300 milion euro të ardhurat në buxhet. 300-400 milion euro, do t'i kompensoni me mirë administrim, me luftën kundër ekonomisë informale, kjo është... sistemin nga ajat e zhëja si do funksionojë. Cila është alternativa? Baza e kompensimit të efektit të taksave të ulta, natyrisht do t'jetë përmirësimi i administrimit fiskal dhe ulja e informalitetit. Sepse thash që Shqipëria është vendi me informalitetit më të lartë, 50%
Shqipëria është... 50 ka qenë para nisur reforma, ka që ka mbete këndvështrimin tuaj? Jo, këndvështrimin tim ka shku dhe më shumë, po marrim sepse ka burime të ndryshme informacioni që... Por ka një statistikë që e kanë raportet e Fondit Monetar Ndërkombëtar, që Shqipëria është vendi me barën më të madhe tatimore në rajonin tonë dhe që ka rendimentin më të ullët fiskal. Sa parashikoni ta luftoni informalitetin dhe sa do ju sjell kjo plus në buxhet? Ky indikator është në raportin e FMN-s që ka po për Europën. Dekord. Por sa parashikoni ta ulni informalitetin në përqindje dhe sa do t'ju përkthehet kjo pasaj me të ardhura në buxhet? Jo, dësha, natyrisht ne parashikojmë që të ardhur në buxhet jo t'i ulim. Jo, por plus nga mirë do t'i rrisim administrimi. Sepse informaliteti do të shkoj në kufit minimal, të themi 10 deri në 20%, që ose flasim për... Dhe, por ne parashikojmë edhe një rritje të vullnetit të tatim paguzve, duke ullur barën tatimore, dhe naturisht duke përmirësuar sistemin. Dhe nësa s'është vendi për ta diskutuar, sepse ajo që është sot e keqe për biznesin, është se biznesi më shumë bezdiset se sa ka mundësi të paguaj. E dyta, ne presim që të marrim pushtetin në një periudhë ku rritja ekonomike do të jetë mbi 5%. Dhe kjo rritje ekonomike natyrisht garanton edhe një përmirësim edhe një garanci më të madhe për rritjen edhe të ardhur në buxhet. Por ajo që është më e rëndësishme është që biznesi vuan dy gjëra sot. E para vuan mungesën e stimulimit fiskal nga ana e qeverisë. E dyta vuan klimën apo barrën që qeveria i ka vënë jo vetëm me taksat, por edhe me sjelljen e saj administrative. Okej, lutem që ta ndaj pak kohë. Dhe që po t'i them çfarë do bëj PD-ja, si do t'i bëj këtë punë. Po shkurt do t'i, dakor. Pra, përveç kësaj e konsumuam, s'po merrem me taksat e ulta, ne do t'i kushtojmë më shumë vëmendje ndarjes së mirë, më të mirë të parave. E para, do të rregullojmë atë që prishën këta sot, qeveria e sotme, siç e ka përmendur Fondi Monetar Ndërkombëtar, cilësia e investimeve. 80% e para do t'i rrisim investimet publike, sepse në 4 vite, në terma reale, raport me produktin e brendshëm bruto, investimet publike kanë rënë. 4.8%. Dhe kanë qenë mbi 5% në kohën e PD-s. 4-5.8% e keni pasur. Por ajo që është e rëndësishme është do të përmirësojmë cilësinë e investimeve, që do të thotë 80% e investimeve do të përdoren për infrastrukturën, për arsimin, për shëndetësinë dhe për bujqësinë. Në vëmendje kryesore do të jetë bujqësia me 3 mbështetje kryesore. E para subvencion për fermerët dhe jo për spekulantët e bujqësisë, si shepet sot. E dyta, do të ketë linja kreditimi për ata që ushtrojnë biznes në bujqësi dhe do të ketë një trefishim të investimeve për ujtë. Atere, të vazhdoj 2 minuta, do me thënë, më të vëshët, tatim fitimi, sigurime me sistemin që kanë bërë zotrin, duen të paktën 600 milion euro. Me një llogaritë të thjesht do ta zvoglojnë informalitetin në 50. Ju i rritët 50% të ardhat, nuk sollet një lek më shumë në buxhet. Ka marrua, ka rënë Libia. Me shumë vëmendje, do ta ulin informalitetin, do fitojnë edhe 200, është vërsuar gati 300-400 milion euro, do ta ulin, do të fitojnë 200 milion euro nga formalizimi. S'ke sjell një lek nga administrimi, tu futet administrimi, mbaroj administrimi. Më thoni ku do t'i gjeni 400 milion euro të tjera. Ulja e evazionit fiskal, përmirësimi administrimit tatimor. Evazionin fiskal me informalitet se tani bashkën ato, mos më tregon të pra kot. Do më thënë, evazioni fiskal, informaliteti ke thënë njëtë në gjë. Djalë, apo qunë, janë njëta gjë. Djalë, qunë, si dushti. Këto janë 200 milion. Atere 400 të tjera, ku do t'i gjeni? Që të jemi t'i qartë dhe të dhemi po. 30% informalitetin, jo 400, po merë 4 miliard. 400 merë, nuk do të marrësh do të asë një gjë më shumë. Sigur të aulësh me gjysëm, nuk do të marrësh do të më shumë se 200-250 milion. Nuk do të marrësh do të sepse kanë vlerësuar boti sa është formaliteti. S'po i merrni edhe ju me taksat rritura. Çfarë po merrni ju me taksat rritura? Pra s'ke sjell asnjë lek nga rritja ekonomike. S'ke sjell asnjë lek nga përmirësimi i administrimit tatimor. Të po them unë, ke rrit taksat dhe s'ke rrit taksat në buxhet. Për 8 vjet kanë dhënë 850 milion lek
për bujqësinë, milion lekë, e kemi quar në 1.5 miliard lekë për bujqësinë. Do japim linja kredie, e kemi bërë ne linjën e kredis me Bergji, e kemi bërë planin e kredisë, të kreditimit me Libiardin. Me gjitha të përsëri, po të them zoti Shehu, që nuk është vetëm problemi financimit në bujqësi. Në bujqësi është bërë një masakër e vërtet me ligjin 7501 dhe ajo që çdo parti që duhet vinë pushtet, qoftë partia që unë këshilloj, qoftë ajo partia që do këshilloni juve, duhet absolutisht të bëj një gjë, të krijoj një sistem incentivues se si investitorët apo vetë fermerët apo vetë fermerët të mblidhen dhe të krijojnë fermat të kthehen fermat e bashkuara. Ajo që është e rëndësishme, i keni dhënë ju lek fermerit edhe në dorë dhe në vend që të mbillnin fidan i bën makina. Nuk është kjo zgjidhja. Nuk është kjo zgjidhja. Do të jetë shumë keq në qoftë se ju... janë efektet e asaj politike. Tani eksportet e bujqësisë janë modës të që u bërë. Duhet jap fjalën edhe dy panelistë të tjerë. Zoti Civici, shef platforma nga partitë politike. Një pjesë të rreguse kryesore të platformave janë shfaqur, por besoj që në javën e vazhdim do përpunohen se duhet bërë një paketë plot, dhe natyrisht ka një gjë të mirë zgjedhje dhe shpikërisht që ridiskutohen me themel disa nga formulat dhe nga zgjidhjet ekonomike, por ajo që më shqetëson realisht është fakti që në shumicën e rasteve ne flasim me opinione më shumë se sa me tregues të saktë. Fjala bie ka 5-6 zgjedhje, nuk po them këtë, po kthehem mbrapa deri në 98-ën dhe 2001-shin, kur diskutohet se nga do gjenden parat, do t'ja marrim ajdutëve them. Do t'ja marim atyre që lanë me Vaska Floriri. Do t'ja marim këtyre. A ullën në 2005? Po ta më ta mbaroj tani. A ullën tardat në buxhet? Por nuk e kam konkretisht, po më lërë tani. Çështja është... Nësa këta rritën taksat nuk sotën tardat. Po prit ku duhet dalë. Këtë kundërtën. Prit ku duhet dalë. Dhe shpesher, duke bërë një lloj diskuri i tillë populist, ka nevojë për argumenta as shkencore, as akademike, as studimet mirëfilla, sepse dihet kush është vendi ku do merren dhe shumë kollaj. Ne s'merren asnjëherë, se dishin më ndonjëherë. Nuk ekzistojnë ato përmasa që thuan. Tani vim ke informaliteti. Kemi diskutuar shumë për reformën anti-informalitet që u bë këto vitet e fundit. Dhe ndërmjet tjerave ka qenë një debat nëse ishte më tepër një sistem masash, aksion dhe vullneti mirë politik, apo ishte reformë me një dokument mirëfill. Mos shkojmë larg në shembujt më të mirë që jepen, qoftë nga FMN-ja, qoftë nga Banka Botërore, është shembulli i Kroacisë. Dhe Kroacia, po të shikosh strategjinë anti-formalitet, ka një dokument të paktën një 200 faqe, me indikator, me tregus, me institucione, me buxhete, me vizion, me gjithë hapat që do të ndiqen, që ke qef të lexosh kur e shikon se çfarë serioziteti ka. Dhe nëse ne presim diskutime dhe programe nga partitë politike, shumë dakord që kanë objektiv për reduktu informalitetin, por nuk mjafton vetëm vullneti mirë. Ka një strategji të kësaj natyre që të kesh garancinë e dur që ky informalitet do reduktohet apo nuk ka. Dhe kështu dhe për gjithë elementet tjerë, jeta ekonomike e një vendi është bilanc. Sa të ardhura ke? S'kan faturë, nuk kanë faturë dhe themi programet politike që bëjnë sot. Sa shpenzime mund të bësh? Vullneti mirë është diçka tjetër, fatura reale është diçka tjetër. Shumë dakord që PD-ja mund bëjë një politikë tipike të djathtë, siç është Partia e Djathtë. Absolutisht është politikë e vlerësueshme. Taksa të ulta, shteti vogël, treg sa më funksional, ama shërbime publike pa fund nuk mund t'i marrë dot përsipër. Do t'ja lë tregut, do t'ja lë individët, mund të kujdesin për klimën e biznesit dhe tërë paratë që ka dhe individët e biznesit do i marrë minimumin. PS-ja ka një vizion, një shteti më prezent, më zhvilluar, do i marrë më shumë, po do përpiqem të bëj asgjë. Po mirë, ajo është pastaj cilësia e qeverisjes. Po të paktën kur bëhet fjalë për programe, duhet të jemi realist, edhe njëra anë e bilancit, edhe ana tjetër. Nuk mundet edhe të gjithë taksat i ulim, edhe gjithë shërbimet publike. Sa realist ishte qeveria? Sa realist ka qenë duke pasur parasysh premtimet në 2013? Sa i keni pasur të materializuara? I keni parë në këto 4 vite? Mund ta themi sot. Kemi gati në fund. Jo që s'është bërë asnjë nga ato, por është bërë kundërt atyre që u tha. është bërë kundër atyre që u tha. Premtimet e fushatave elektorale, pse bëhen në këtë mënyrë, ato 2 muaj mund të jenë dhe muaj lumturie se lumsin ne ku do arrim. Çështja është, a mund zbresim pak në realizëm çfarë është e mundshme dhe çfarë është e pamundshme. Sa ka qenë e mundshme nga ato që u premtuan? Doni t'ju lexoj unë ato. Mund ta mbyllim edhe për sistemin e taksave. FMN-ja
në analizën e vendeve me stabilitet fiskal, që njëjnë me Shqipërinë, thotë që ngarkesa fiskale nuk duhet të jetë më e vogël se 30%. Më optimalja është midis 30 dhe 33% që një vend të jetë në ekuilibër dhe në stabilitet fiskal. Ne kemi çu nga 22, kemi çu nga 24 dhe akoma jemi jashtë paktën asaj që serviret siç është më e mira. Zëra Jazoj, si ke parë partitë politike? Kam platforma apo flasin vetëm për politikë dhe ekonomia vazhdon të jetë? Partitë politike, për momentin po flasin vetëm për programin që ka prezentuar lideri i Partisë Demokratike. Kemi marrë pjesë... Në thuaj kryetari, se këto liderat e jonë... Kryetari... Se lideri këtu, lideri atje u bëm me gjitha liderat. Duke parë nga syri investitorve, ata që s'janë këtu për shembull, duket mjaftundus, as diskutohet. Në fundit një investitor prandaj vjen të fitoj dhe nuk do të di për gjërat e tjera. Pastaj, se sa do jetë realizuar dhe sa afat gjatë do jetë, kjo nuk na duket mirë, pavarësisht ndryshimeve të forta në sistem. Ekspertët ekonomistë mund të flasin më tej, as diskutohet, ne nuk mund të flasim për këtë pjesë. Ne duam jetë gjatësi dhe do të thoja një qëndrueshmëri të çdo lloj reforme, edhe të atyre që janë ndërmarrë nga qeveria që është tani, dhe për ato ne duam që këto reforme që janë marrë mos të hidhen. Kemi folur për kanë mbajtur premtimet, qeveriat ato të bëra në fushatën e 2013. Ka pas gjëra, premtime do thoja, të cilat janë duke u implementuar, për shembull për thjeshtësimi i procedurave tatimore që është valid të quajmë nga janari këtij vitit, shpresojmë që do implementohet siç duhet, sepse aty ne kemi problem gjithmonë në implementimin e reformave, të shpresojmë që pjesa e informalitetit apo reforma, mos e ta quajmë të tillë, të vazhdojë, edhe pse në një pjesë të kësaj ne nuk ishim dakord, për shembull tek heqja e taksës fare për biznesin e vogël. Mendoj që kjo e rriti, nuk është se bëri ndonjë efekt. Ndërkohë ka pas gjëra të tjera të cilat jemi të pakënaqur, ka pas ligje apo ka pasur amendime të cilat kanë dalë pa u diskutuar me ne, kanë dalë shpejt sepse janë dashur për të kaluar, ka pa kënaqësi, nuk mund t'i mohojmë. Sa i keni mbajtur premtimet? E para, e mira nuk ka fund. Vetmja gjë që dua vetëm të them një element, nga studimet e fundit që janë bërë atë rrishen investimet private vetëm nga çështja e taksave, ajo që ka dalë është që 1 në 10 investime private e merr vendimin bazuar në taksat e një vendi. Ato që janë të rëndësishme për investimet private është pikërisht ato që thamë, është siguria juridike, ku fut sigurinë e pronës edhe ato kontraktuale, politike, për të gjithë investitorët. Për të gjithë investitorët, edhe ai biznes i vogël që futet atje, do të paktën ai që raxhiu mos ta nxjerrë pa e lajmëruar, ose të ketë paktën të drejtën se ku ta kërkoj këtë të drejtë, do të ketë atë kontratën e rregullt, se dhe ai që hedh pak në një farë mënyrë ka hedhur në atë biznes gjithë kursimet ose gjithë jetën e vet. A i kemi mbajtur të gjitha premtimet. Unë mendoj se kemi marrë të gjitha reformat që premtuan. Kuptohet që të gjitha reformat që neve premtuam, një pjesë e tyre kanë filluar të japin rezultatet, një pjesë priten që të japin në të ardhmen, por ajo që është shumë e rëndësishme është që Shqipëria në këto 3 vjetë ka treguar që u konsolidua fiskalisht, ka një rritje të qëndrueshme, megjithse akoma le të themi jo aq të fortë sa të ndikoj në mënyrë të qëndrueshme tek mirëqenia, sepse duhet jetë paktën mbi 6%, edhe në qeverisjen e zotërisë 2 vite e patëm, që patëm rrugën e kombit, që kaloi 7.8 dhe 6.9%, pastaj ra pikjat 3% derisa vajti në 1. Pra, ne jemi futur në reformën e konsolidimit fiskal, reformën e pensioneve, kemi ulur riskun, kemi ulur riskun e ekonomisë shqiptare, dhe këtë nuk e themi ne, por e thot Standard & Poor's dhe thot... Pra nesër s'do ketë më politika buxhetore nesër. Edhe një moment, përsa i përket koncesioneve të shëndetësisë. Ndryshimi është tërësisht shumë i madh dhe besoj biznesi, me që jemi te klima e biznesit e kupton. Në koncesionet që zotërinj bën, paktën në fushën e mirë administrimit fiskal...
fiskal, të gjitha i morën nga biznesi, pra u vun taksa shtes biznesi të fshehura në formën e tarifave. Ndërkohë që ne nuk vëm taksa shtes, mundohemi të mirë menaxhojmë buxhetin tonë. Nuk e mirë menaxhojmë. Faturat të shëndetësisë nga paguar. Nga buxheti, siç duhet ta kishe paguar, siç duhet ta kishit paguar Jura Piskanin, siç duhet të ofronit pullën fiskale, apo siç duhet të ofronit markimin e karburanteve. Mos i vini taksat tjera biznesit shtet. Të dashur miq, faleminderit që na ndoqët për gati 2 orë në debatin për sa i përket ndikimit që kriza politike që tashmë tensionohet dhe po përshkallëzohet çdo ditë ka te ekonomia të qytetarët dhe investitorët e huaj. Padyshim edhe debatin për platformat ekonomike, me të cilat duhet të garojnë paktën partitë politike në zgjedhjet e 18 qershor, gjithmonë në raste do të ketë tilla. Falenderoj të ftuarit e membrin e sotme, zotin Civici, zonjën Beqiraj, zotin Shehu, zonjën Jazoj. Ju rikujtoj ritransmetimin e këtij emisioni nesër në Channel 1 në orën 13, ditën e shtunë në televizionin Ora News në orën 14:00. Ju le takim ditën e nesërme në ekranin e televizionit Ora News në rubrikën tonë të përjavshme, para e pasuri në orën 15. Natën e mirë.